Në dhjetor të vitit 1997, kur forcat e rendit hynë në zyrat e Vefa Holding në Tiranë, gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Dosje të plota me kontrata fantazm, regjistra të 2 fishta kontabël dhe një listë me emra politikanësh që kishin marrë donacione nga Vebi Ali Muça, lista kaq e rrezikshme sa edhe zyrtarët e lartë të policisë nuk guxonin ta preknin. Por menjëherë pas 26 janarit, këto prova u zhdukën pa gjurmë nga arkivat shtetërore. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin saktësisht këto dokumente? A ishte Vefa thjesht një piramidë financiare, apo diçka shumë më e errët, një makinë për të larë para të mafias italiane, për të financuar zgjedhje, për të blerë heshtjen e një vendi të tërë? Sot, për herë të parë, ish punonjës të brendshëm të kompanisë dhe hetues ndërkombëtar flasin hapur. Ajo që do të dëgjoni këtë mbrëmje do të shpjegoj jo vetëm se ku shkuan 1 miliard e 200 milion dollar, por edhe pse Shqipëria u zhyt në kaos civil që mori mbi 2000 jetë. Imagjinoni një vend ku njerëzit shesnin shtëpitë e tyre për të blerë një copë letër me vull. Ku pensionistët hipnin në radhë para degëve të Vefas në orën 5 të mëngjesit duke mbajtur çanta plot me paraçash. Ku një burr me mustaqe të trasha dhe buzëqeshje karizmatike premtonte 100% fitim në 6 muaj dhe njerëzit i besonin. Jo sepse ishin naiv, por sepse alternativa ishte e padurueshme. Shqipëria e vitit 1994 ishte një vend që sapo kishte dalë nga diktatura më e ashpër e Evropës. Fabrikat ishin mbyllur. Pagat ishin $10 në muaj. Dhe pastaj erdhi Vebi Ali Muça me Vefan e tij, një kompani që sponsorizonte ekipe futbolli, ndërtonte supermarkete të mëdhenj, organizonte koncerte me hyje ndërkombëtar. Ai nuk ishte thjesht një biznesmen. Ai ishte shpresa e mishëruar. Kur shije logon e Vefas në stadiumin kombëtar, kur blije bukë në supermarketin e tij, kur dëgjoje reklamat në radio që thoshin Vefa, partneri juaj për të ardhmen, ndjeje se ky ishte fillimi i diçkaje të madhe. Por çfarë po ndodhte vërtet pas dyerve të mbyllura të zyrës së Ali Muçës në katin e 9 të Pallatit Blu në qendër të Tiranës? Le të kthehemi në fillim. Viti 1994. Vebi Ali Muça, një ish inxhinier që kishte punuar në Gjermani gjatë viteve 80, kthehet në Shqipëri me një plan ambicioz. Ai themelon Vefa Holding, një kompani që premton të investojë në industri, tregti, ndërtim. Në letër, gjithçka duket legjitime. Vefa hap deg në të gjithë vendin. Rekruton punonjës të rinj, të veshur me kostume elegante, që flasin për investime afatgjata dhe rritje të qëndrueshme. Por shumë shpejt diçka ndryshon. Kompania fillon të ofrojë një produkt të ri, depozita me interes marramendës. Nëse i jepje Vefas $100 sot, pas 6 muajsh merrje 200. Matematika ishte e thjeshtë dhe e pamundur në të njëjtën kohë. Por njerëzit nuk pyesnin. Ata shinin radhët e gjata para degëve, shinin fqinjet që vinin me para në duar dhe mendonin, nëse të gjithë po fitojnë, pse jo edhe unë? Mekanizmi ishte djallëzor në thjeshtësinë e tij. Vefa nuk investonte parat tuaja në fabrika apo anije, siç pretendonte. Ajo thjesht përdorte parat e depozituesve të rinj për të paguar ata të vjetrit. Kjo quhet skem Ponzi, një piramidë financiare që funksionon vetëm nëse rrjedha e parave të reja nuk ndalet kurrë. Dhe për 3 vjet, rrjedha nuk u ndal. Çdo muaj, mijëra shqiptarë sillnin kursimet e tyre. Disa shisnin bagëtin. Të tjerë merrnin hua nga të afërmit në emigracion. Kishte raste kur familje të tëra hipotekuan shtëpitë e tyre për të investuar në Vefa. Pse? Sepse ata që kishin hyrë herët po bëheshin të pasur para syve të tyre. Një taksist nga Durrësi investoi $500 në vitin 1995. Pas një viti, ai kishte $2000, më shumë se sa fitonte në 5 vjet pune. Ai bleu një makinë të re, ndërtoi një kaçtesë në shtëpi dhe i tha të gjithë fqinjve se Vefa ishte ari i zi i Shqipërisë. Por çfarë nuk e dinte ky taksist ishte se paratë e tij vinin nga një grua pensioniste në Vlorë që sapo kishte shitur apartamentin e saj për të investuar në të njëjtën piramidë. Ndërkohë, Vebi Ali Muça jetonte si një mbredh. Ai bleu një vilë luksoze në Tiranë me pishinë olimpike dhe kopshte të mbajtura nga kopshtar italian. Udhëtonte me helikopter privat. Organizonte festa ku ftonte ministra, general, gazetar.
Në njërin prej këtyre darkave, në pranverën e vitit 1996, një gazetar i huaj pyeti Ali Muçën, si është e mundur që kompania juaj paguan kaq shumë interes? Ali Muça buzëqeshi dhe tha, ne investojmë në sektor me fitim të lartë, tregti ndërkombëtare, transport detar, energji. Shqipëria është një treg i paprekur. Kush investon tani, do të jetë milioner nesër. Gazetari shkroi një artikull skeptik, por askush në Shqipëri nuk e lexoi. Njerëzit nuk donin dyshime. Ata donin ëndra. Por pas fasadës së artë, makina po kërcëllinte. Audituesit ndërkombëtar nga Deloitte Touche, të thirrur më vonë nga qeveria, zbuluan një të vërtet tronditse. Aktivet reale të VEFA-s vlenin 10 herë më pak se detyrimet ndaj depozituesve. Ku po shkonin paratë? Një pjesë shkonte për të paguar interesat marramendëse, një cikël që nuk mund të vazhdonte përgjithmonë. Një pjesë tjetër shkonte për reklam masive. VEFA sponsorizonte ekipin kombëtar të futbollit, pagonte koncerte me këngëtar të famshëm, blinte faqe të plota reklamash në gazeta. Qëllimi ishte të krijonte një imazh të pamposhtur. Por pjesa më e errët e historisë ishte kjo, sasi të mëdha parash po largoheshin nga Shqipëria. Sipas dëshmive të ish punonjësve, çdo javë, burra me kostume të zeza mbushnin valixhe me paraçash dhe i transportonin me varka të shpejta drejt Italisë dhe Greqisë. Këto para nuk regjistroheshin askund. Ato zhduken në një rrjet të errët llogarish offshore që deri më sot nuk janë gjetur kurrë. Kush i kontrollonte këto llogari? Vet Ali Muça? Partner të fshehtë në qeverinë shqiptare? Apo struktura të mafias italiane që përdornin VEFA-n si një makinë larse parash? Dhe pastaj erdhi shpërthimi. 26 maj i vitit 1996. Një bombë shpërthen në supermarketin kryesor të VEFA-s në Tiranë. 5 persona vriten. 10 të tjerë plagosen. Kush e vendosi atë bombë? Deri më sot nuk ka një përgjigje zyrtare. Disa thonë se ishte një sulm terrorist nga grupe kriminale që donin të shantazhonin Ali Muçën. Të tjerë besojnë se ishte një paralajmërim nga forcat e errëta që e dinin se piramida po afrohej në fund, një mënyrë për të krijuar kaos dhe për të fshirë gjurmën. Por efekti ishte i kundërt. Shpërthimi nuk e shkatërroi VEFA-n, përkundrazi, Ali Muça doli në televizion me lot në sy dhe premtoi se do të rindërtonte supermarketin më të madh dhe më të bukur se kurrë. Njerëzit e duar trokitën. Ata e panë si një hero që nuk dorëzoi. Por ata që ishin brenda sistemit e dinin të vërtetën, bomba ishte një simptom e një lufte të fshehtë për kontrollin e parave të VEFA-s, dhe kjo luftë sapo kishte filluar. Për herë të parë në 30 vjet, burri që ishte përgjegjës për sigurinë personale të VEB-i Ali Muçës pranon të flasë para kamerave. Ai kërkon të mbetet anonim, le ta quajmë Agron. Agron punoi për VEFA nga viti 1995 deri në ditën e arrestimit të Ali Muçës. Ajo që na tregon për javët e fundit të piramidës do të përmbys gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private mes VEB-i Ali Muçës dhe politikanëve të lartë, te planet e dëshpëruara për të ikur nga vendi, deri te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Në nëntor të vitit 1996, diçka ndryshoi, thot Agron, duke ndezur një cigare me duar që ende dridhen lehtë. Ali Muça filloi të merrte telefonata në mes të natës. Nuk fliste në zyrë, por dilte në balkon, edhe kur ishte dimër dhe binte borë. Një natë, e dëgjova duke ulëritur në telefon, ju premtova 3 milion. Ku janë paratë që më dha të ju? Kur hyri brenda, fytyra e tij ishte e bardhë si gëlqere. Unë pyeta nëse ishte gjithçka në rregull. Ai më shikoi dhe tha, Agron, nëse ndodh diçka, ti nuk ke parë asgjë. Kur? Atë natë kuptova se VEFA nuk ishte thjesht një kompani. Ishte një rrjet që lidhte politikan, kriminal dhe njerëz shumë më të fuqishëm se sa mund të imagjinoja. Agron tregon se në dhjetor, Ali Muça filloi të takohej me njerëz të çuditshëm. Vinin në orët e vona me makina pa targa. Nuk kalonin nga recepsioni. Hynin direkt nga garazhi nën toksor. Njëherë pash një burr me akcent italian që mbante një valixhe alumini. Ai qëndroi në zyrë vetëm 10 minuta. Kur doli, valixha ishte e zbrazët. Pyeta shoferin e Ali Muçës se kush ishte ai burr. Ai më tha,
nëse do të jetosh, mos pyet kur për këta njerëz. Kush ishin këta vizitor të natës? A ishin ata përfaqësues të mafias italiane që përdornin VeFan për të larë para nga kontrabanda e naftës gjatë sanksioneve ndaj Jugosllavisë? A ishin ata agent të shërbimeve sekrete që monitoronin rrjedhjen e parave drejt partive politike? Apo ishin thjesht partner të Ali Muçës që po përpiqeshin të shpëtonin pasurinë e tyre para se gjithçka të shkatërrohej? Ndërkohë, në rrugët e Tiranës, tensioni po rritet. Në fillim të janarit të vitit 1997, një piramid tjetër, Gjallica, me bazë në Vlorë, ndalon pagesat. 5 shkurti. Mijëra njerëz dalin në rrugë. Ata djegin zyrat e kompanisë. Policia përpiqet të ndërhyjë, por turma është shumë e madhe. Në atë kaos, një emër përsëritet në gojën e të gjithëve, Vebi Ali Muça. Nëse Gjallica ra, Vefa do të jetë e radhës, thonë njerëzit. Dhe ata kanë të drejtë. Por Ali Muça ende beson se mund ta shpëtojë situatën. Ai shkon në televizion dhe jep një intervistë që do të mbetet në histori. VeFa nuk është një piramid, thot ai me zë të qetë por të vendosur. Ne kemi aktive reale, fabrika, anije, supermarkete. Çdo depozitues do të marrë paratë e tij. Ju jap fjalën time. Por fjalët e tij bien në vesh të shurdhër. Sepse në atë moment në degët e VeFas në të gjithë Shqipërinë, radhët janë bërë turm. Njerëzit nuk duan premtime. Ata duan paratë e tyre tani. Agron kujton atë ditë me një trishtim të thellë. 20 janar. Erdhi një urdhër nga qeveria, të gjitha degët e VeFas duhet të mbyllen përkohësisht për auditim. Kur Ali Muça e dëgjoi këtë, e hodhi telefonin në mur, ata më tradhtuan, u lëriti. Unë I financova. Unë I bëra të fitojnë zgjedhjet. Dhe tani më lën të vdes si një qen. Atë pasdite, ai thiri një mbledhje urgjente me menaxherët e lartë. Tha se kishte një plan për të dalë nga vendi, një aeroplan privat ishte gati në aeroportin e Rinasit. Por kishte një problem, ai duhej të merrte me vete sa më shumë para të mundshme. Dhe këtu vjen pjesa më e çuditshme. Ai urdhëroi që të gjitha depozitat tash nga degët kryesore të transportoheshin në zyrën qendrore. Flasim për $10 miliona. Por kur kamionët erdhën, shumica e tyre ishin pothuajse të zbrazët. Paratë tashmë ishin zhdukur. Kush I kishte marrë? Menaxherët lokal? Punonësit e korruptuar? Apo dikush nga qeveria që e dinte se fundi po vinte dhe donte të siguronte pjesën e tij? Në 22 janar të vitit 1997, Vebi Ali Muça arrestohet në vilën e tij. Sipas raporteve zyrtare, ai nuk u përpoq të rezistojë. Por Agron tregon një version tjetër. Kur policia erdhi, Ali Muça ishte duke djegur dokumente në oxhar. Dhoma e tij ishte plot me hy dhe tym. Ai kishte një valixhe të hapur në krevat, plot me pasaporta false dhe paraçash. Por nuk arriti të ikte. Kur e çuan jashtë, ai u kthye dhe më shikoi. Nuk tha asgjë, por shikimi I tij thoshte gjithçka, ata fituan. Por kjo nuk ka mbaruar ende. Çfarë donte të thoshte me këtë? A kishte Ali Muça një plan rezervë? A kishte ai informacione që mund të komprometonin figura të larta politike, informacione që do ta mbronin atë nga një dënim më të rëndë? Apo ishte thjesht një burr I thyrë që po shite për andorinë e tij duke u shembur? Pas arrestimit, qeveria shqiptare thiri auditues ndërkombëtar nga Deloitte Touche për të hetuar financat e VeFas. Ajo që gjetën ishte një kaos total. Kontabiliteti ishte një rrëmuj e qëllimshme. Kishte 2, madje 3 grupe librash, një për depozituesit, një për qeverinë dhe një të tretë që ndoshta vetëm Ali Muça e njihte. Aktivet reale të kompanisë, fabrikat, anijet, supermarketet që Ali Muça I reklamonte kaq shumë, vlenin vetëm $120 milion. Por detyrimet ndaj depozituesve ishin mbi 1 miliard. Ku shkuan të gjitha ato para? Raporti I Deloitte përmendi shpenzime të pashpjegueshme, transferta ndërkombëtare pa dokumentacion dhe humbje sistematike në operacionet tregtare. Por ajo që nuk e tha raporti, sepse ndoshta nuk guxoi, ishte se një pjesë e madhe e atyre parave kishin shkuar në xhepat e politikanëve, në llogaritë offshore të partnerëve të fshehtë të Ali Muçës, dhe në duart e strukturave kriminale që e përdorën VeFan si një makinë për të larë para të pista. Dhe pastaj erdhi kaosi. Shkurti I vitit 1997.
Shqipëria shpërthen. Jo vetëm Vefa, por të gjitha piramidet financiare, Gjalica, Xhaferi, Silva, Populli, bien njëra pas tjetrës si një rresh domino. Qindra mijëra njerëz humbasin gjithçka. Ata dalin në rrugë. Djegin ndërtesa qeveritare. Plaçkitin depot ushtarake. Vendi zhytet në një luftë civile që do të marrë mbi 2000 jetë. Dhe gjatë gjithë këtij kaosi, një pyetje e vetme përsëritet në mendjen e çdo shqiptari: ku shkuan parat tona? Kush na vodhi të ardhmen? A ishte vetëm Vebi Ali Muça, apo a ishte thjesht fytyra publike e një sistemi shumë më të madh dhe më të errët, një sistemi që përfshinte politikan, kriminal dhe ndoshta edhe forca të huaja që donin të destabilizojnë Shqipërinë? Me një javë para arrestimit të tij, Vebi Ali Muça pati një takim sekret që nuk u shfaq në asnjë protokoll zyrtar. Një emisar i huaj ulur natën, kaloi një orë në zyrën presidenciale dhe u largua pa përshëndetur askën. Dëshmitarët thonë se pas asaj bisede, Ali Muça doli nga zyra i bardhë si gëlqere. Çfarë ju tha atë natë? Ju ofrua azil apo ju lexua dënimi me vdekje? Kush ishte ai burr, një agent i KB-s, një i dërguar i CIA-s, apo dikush shumë më i fuqishëm? Agron, ish truproja, kujton atë natë me detaje të mprehta. Ishte 25 janar, rreth orës 11:30. Një makinë e zezë Mercedes pa targa hyri në oborrin e vilës. Nuk kishte shofer, burri që zbriti po e drejtonte vetë. Ishte i veshur me një pallto të gjatë të zezë dhe kishte një çantë lëkure në dorë. Nuk foli me askën. Vetëm më bëri shenjë të hapja derën. Kur hyri në zyrën e Ali Muçës, dëgjova zërin e tij, një akcent që nuk ishte as italian, as grek. Ndoshta rus, ndoshta gjerman. Nuk e di. Por toni ishte i ftohtë, si një gjykatës që lexon një vendim. Takimi zgjati saktësisht 62 minuta. Agron e di sepse e shikoi orën. Kur burri doli, fytyra e tij nuk tregonte asgjë. Por Ali Muça ai ishte i shkatëruar. Nuk foli për orë të tëra. Vetëm qëndroi ulur në errësirë duke pirë konjak direkt nga shishja. Në mëngjes më thiri dhe më tha: Agron, nëse më ndodh diçka, ti duhet të dish se unë nuk isha i vetmi. Ka të tjerë, shumë më të mëdhenj se unë, që do të paguajnë për këtë. Por jo sot. Jo nesër. Ndoshta kurrë. Kush ishte ai vizitor misterioz? Teoritë janë të shumta. Disa besojnë se ishte një përfaqësues i shërbimeve sekrete ruse, të cilët kishin interes në destabilizimin e Ballkanit gjatë viteve 90. Të tjerë thonë se ishte një avokat i mafias italiane, i cili erdhi për të kërkuar pjesën e tyre nga paratë e Vefas, para që ishin përdorur për të larë fitimet nga kontrabanda e naftës dhe armëve gjatë sanksioneve ndaj Serbisë. Ekziston edhe një teori më e errët, se ai burr ishte një agent i CIA-s, i cili po monitoronte rrjedhjen e parave nga Shqipëria drejt organizatave terroriste në lindjen e mesme. Sipas kësaj teorie, Vefa nuk ishte vetëm një piramidë financiare, por një nyje në një rrjet global të pastrimit të parave, një rrjet që lidhte Tiranën me Milanon, me Stambollin, me Bejrutin. Dhe kur ky rrjet u zbulua, Ali Muça u bë një problem që duhej eliminuar. Por le të kthehemi te pyetja kryesore: ku shkuan paratë? 1 miliard e 200 milion dollar nuk zhduken thjesht në ajër. Ato shkojnë diku. Dhe nëse ndjekim gjurmët, edhe pse shumë prej tyre janë fshirë me kujdes, fillojmë të shohim një model. Së pari, një pjesë e konsiderueshme shkoi për të mbajtur piramidën në këmbë. Çdo muaj, Vefa duhej të paguante interes marramendës për depozituesit ekzistues. Kjo do të thotë se nga çdo 100 dollar që hynte, 60 dollar dilnin menjëherë për të paguar premtimet e vjetra. Kjo lë vetëm 40 dollar. Nga këto, 10 shkuan për shpenzime operative, paga, qira, reklama. Mbeten 30. Dhe këtu fillon pjesa e errët. Sipas dëshmive të ish punonisëve dhe raporteve të audituesve, një pjesë e madhe e këtyre 30 dollarëve nuk qëndronte në Shqipëri. Çdo javë, ekipe të veçanta transportonin para cash në porta të vogla bregdetare, Durrës, Vlorë, Saranë. Aty, parat ngarkoheshin në varka të shpejta që lundronin natën drejt Italisë dhe Greqisë. Këto para nuk regjistroheshin në asnjë dokument doganor. Ato ishin të zeza, të pastra nga çdo gjurmë zyrtare. Ku shkuan ato? Disa përfunduan në llogari offshore në Zvicër dhe Qipro.
Të tjera u përdorën për të blerë pasuri të paluajtshme në Itali, vila, apartamente, dyqane të regjistruara në emra fiktiv ose kompanish fantazmë. Dhe një pjesë, sipas burimeve të besueshme, u përdor për të financuar operacione të mafias italiane, veçanërisht kontrabandën e naftës dhe armëve gjatë luftës në ish Jugosllavi. Por historia nuk mbaron këtu. Një pjesë tjetër e parave shkoi direkt në politikë. Shqipëria e viteve 90 ishte një demokraci e re dhe e brishtë. Partitë politike kishin nevojë për para për të financuar fushata zgjedhore. Dhe Vebi Ali Muça ishte bujar. Sipas dëshmive të brendshme, ai dhuroi miliona dollar për Partinë Demokratike të Sali Berishës, por edhe për Partinë Socialiste. Ai nuk ishte ideologjik, ai blinte siguri. Ai blinte heshtje. Ai blinte mbrojtje. Dhe për një kohë, kjo strategji funksionoi. Askush në qeveri nuk e preku Vefan, askush nuk bëri pyetje të vështira. Madje, kur gazetarë të huaj filluan të shkruanin artikuj skeptik, zyrtar të lartë shqiptar dolën në mbrojtje të Ali Muçës, duke e quajtur atë një patriot që po ndihmon vendin të dalë nga varfëria. Por kur piramida filloi të rrëzohet, këta të njëjtë politikan u larguan shpejt. Ata mohuan çdo lidhje me Vefan, ata thanë se ishin të mashtruar si të gjithë të tjerët. Por dokumentet që u dogjën në oxhakun e Ali Muçës atë natë të janarit tregonin një histori tjetër. Dhe pastaj ka edhe teorinë më të errët, teorinë që shumë shqiptarë e besojnë, por që nuk mund të provohet plotësisht. Kjo teori thotë se Vefa ishte pjesë e një plani më të madh për të destabilizuar Shqipërinë. Kush do të përfitonte nga një Shqipëri në kaos? Fqinjet që kishin pretendime territoriale? Organizatat kriminale që donin një vend të dobët ku mund të operonin lirisht? Apo fuqi të mëdha që donin të pengonin integrimin e Shqipërisë në strukturat perëndimore? Sipas kësaj teorie, Ali Muça nuk ishte thjesht një mashtrues oportunist. Ai ishte një vegël, një kukull e kontrolluar nga forca që ai vetë nuk i kuptonte plotësisht. Dhe kur kukulla nuk ishte më e dobishme, ata e lanë të binte. Agron, Truproja, ka mendime të veta për këtë. Një natë, pak ditë para arrestimit, Ali Muça më tha diçka që nuk e kam harruar kurrë. Ai tha, Agron, njerëzit mendojnë se unë jam i fuqishëm. Por e vërteta është se unë jam thjesht një aktor në një skenë që dikush tjetër e ka shkruar. Unë luaj rolin tim. Dhe kur skena mbaron, perdja bie. Por regjisorët ata mbeten në errësirë. Askush nuk i sheh kurrë. Kush ishin këta regjisor? A ishin ata politikan shqiptar që përdoren Vefan për të financuar pushtetin e tyre? A ishin ata bos të mafias italiane që përdoren piramidën për të larë para të pista? A ishin ata agent të shërbimeve sekrete që manipulonin ngjarjet për qëllime gjeopolitike? Apo ishin thjesht një grup njerëzish të pasur dhe të paskrupull që pan një mundësi për të bërë para të shpejta dhe nuk u interesua për pasojat? Sot, më shumë se 30 vjet pas rënies së Vefas, shumë nga këto pyetje mbeten pa përgjigje. Vebi Ali Muça u dënua me 20 vjet burg. Ai u lirua pas disa vitesh për sjellje të mirë. Sot jeton diku në Shqipëri, një burr i vjetër, i harruar nga shumica, por jo nga ata 57.000 depozitues që humbën gjithçka. Ai nuk ka dhënë kurrë një intervistë të plotë. Ai nuk ka treguar kurrë se ku shkuan paratë. Dhe ndoshta nuk do ta bëj kurrë. Sepse nëse ai flet, nëse ai zbulon emrat e vërtet, nëse ai tregon se kush ishin regjisorët e vërtet të kësaj tragjedie, atëherë ai e di se jeta e tij do të jetë në rrezik. Jo nga ligji, por nga ata që kanë shumë më tepër për të humbur se sa ai. Dhe kështu, historia e Vefas mbetet një mister i pjesshëm. Ne e dim se çfarë ndodhi, një piramidë financiare mashtroi qindra mijëra njerëz dhe shkaktoi një luftë civile. Por ne nuk e dim plotësisht pse ndodhi. Ne nuk e dim se kush ishin të gjithë lojtarët. Ne nuk e dim se ku janë paratë sot. Ndoshta janë në një bankë në Zvicër, në një vilë në Toskana, në një llogari offshore në Kajman. Ndoshta janë shpenzur për armë, për droga, për operacione të fshehta që ne nuk do t'i mësojmë kurrë. Ose ndoshta, thjesht u shpërndan në xhepat e dhjetëra njerëzve të fuqishëm që e dinin se si të luanin lojën, dhe që sot jetojnë jetë të qeta, të pasura, të paprekura nga drejtësia. Por një gjë është e sigurt, çmimi i kësaj mashtrime nuk u pagua nga Vebi Ali Muça. Ai u pagua nga njerëzit e thjeshtë të Shqipërisë. Nga pensionisti që shiti shtëpinë e tij. Nga nëna që investoi kursimet për të ardhmen e fëmijëve të saj.
nga taksisti që ëndërronte një jetë më të mirë. Këta njerëz humbën gjithçka. Dhe shumë prej tyre nuk e rikuperuan kurrë. Ata jetojnë sot në varfëri, në hidhërim, në një ndjenjë të thellë tradhtie. Dhe çdo herë që dëgjojnë emrin Vefa, ata kujtojnë jo vetëm paratë që humbën, por edhe shpresën që u vjedh. Sepse Vefa nuk ishte thjesht një mashtrim financiar. Ishte një vjedhje e ëndrave. Ishte një vrasje e besimit. Ishte një shembull i asaj që ndodh kur lakmia, korrupsioni dhe papërgjegjshmëria bashkohen në një stuj të përsosur. A mund të ndodhë përsëri? A mund të shfaqet një Vefa e re në Shqipëri apo në ndonjë vend tjetër? Përgjigja është po, nëse nuk mësojmë nga historia. Nëse vazhdojmë të besojmë premtime të pamundura. Nëse vazhdojmë të mbyllim syt para shenjave të rrezikut. Nëse vazhdojmë të lejojmë që politika dhe krimi të bashkohen pa pasoja. Historia e Vefas nuk është vetëm një histori e së kaluarës. Është një paralajmërim për të ardhmen. Dhe ne duhet ta dëgjojmë. Deri në çastin e fundit besova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të Vebi Ali Muçës, duart ende duke i rënë të dridhura pas 35 vjetësh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të Vefas flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të piramidës. Një prej tyre, le ta quajmë Besnik, ishte kontabilist kryesor në degën qendrore të Tiranës. Ai pa me sytë e tij se si paratë rrjedhin dhe zhduken. Çdo mëngjes në orën 7 vinte një burr me një çantë lëkure, tregon Besnik, zëri i tij i ulët por i qartë. Ai nuk fliste me askën. Vetëm më jepte një listë me emra dhe shuma. Unë duhej të nxirrja ato para nga kasaforta dhe t'ia dorëzoja. Asnjë faturë, asnjë dokument, asnjë shpjegim. Vetëm para tash që zhduken në atë çantë. Kur pyeta një herë se për çfarë ishin ato para, shefi im më tha, nëse do të shohësh nesër diellin, mos pyet kurrë më. Besnik tregon se në muajt e fundit të vitit 1996, këto transferta u bën çdo ditë e më të mëdha. Flasim për $10 mijëra në ditë. Një herë, në dhjetor, burri erdhi me 2 çanta. Ai mori $60.000. Unë e regjistrova si shpenzime administrative. Por të gjithë e dinim se ato para po shkonin diku tjetër, ndoshta në xhepat e ministrave, ndoshta në llogari jashtë vendit, ndoshta për të paguar njerëz që duhej të heshnin. Por kush ishte ai burr me çantën? Besnik nuk e di emrin e tij të vërtetë. Ne e quanim Kurieri. Ai vinte gjithmonë I veshur me të njëjtin kostum gri, me syze të errëta, edhe kur ishte dimër dhe qielli ishte I mbuluar. Një ditë, një koleg im u përpoq ta ndjek. Ai pa kurierën duke hipur në një Mercedes të zezë me targa diplomatike. Kur kolegu im më tregoi këtë, unë I thash, harroje. Nëse ai ka targa diplomatike, do të thotë se është I mbrojtur nga njerëz shumë më të fuqishëm se ne. Dëshmitari I dytë, një grua që punoi si sekretare personale e Ali Muçës, zbulon një detaj edhe më shqetësues. Në nëntor të vitit 1996, Ali Muça filloi të mbante takime të fshehta me një grup njerëzish që nuk I kisha parë kurrë më parë, thot ajo, duke kërkuar të mbetet anonime. Ata vinin natën, pas orës 10. Nuk kalonin nga hyrja kryesore. Përdornin një derë anësore që lidhej me një tunel nëntoksor. Një natë, unë qëndrova vonë në zyrë për të përfunduar disa dokumente. Dëgjova zëra që vinin nga salla e konferencave. Njëri prej tyre fliste me një akcent të fortë rus. Ai thoshte, nëse nuk I transferon paratë deri të premten, ne do të zbulojmë gjithçka. Dhe atëherë, as ti, as familja jote nuk do të jeni të sigurt. Kur dola nga zyra, pash Ali Muçën duke ecur në korridor. Fytyra e tij ishte e njom nga djersa, edhe pse ishte dimër dhe ngroja ishte e fikur. Ai më pa, por nuk tha asgjë. Vetëm kaloi pranë meje si një hije. Kush ishin këta njerëz që kërkonin para nga Ali Muça? A ishin ata partnerë të tij të fshehtë që donin pjesën e tyre para se gjithçka të shkatërrohej? A ishin ata përfaqësues të organizatave kriminale që kishin investuar në Vefan dhe tani donin të tërhiqnin paratë? Apo ishin ata agent të shërbimeve sekrete që po e shantazhonin Ali Muçën me informacione komprometuese? Dëshmitarja tregon se pas asaj nate, Ali Muça ndryshoi. Ai filloi të pinte shumë.
Çdo pas dite, pas orës 5, ai mbyllej në zyrë me një shishe konjak. Ndonjëherë e dëgjoja duke folur vetëm, duke ulëritur në telefon, duke qajtur. Njëherë, ai më thiri dhe më tha, nëse më ndodh diçka, ti duhet t'u thuash të gjithëve se unë nuk isha i vetmi. Ka të tjerë, shumë më të mëdhenj se unë, që e din të vërtetën. Por ata nuk do të flasin kurrë. Sepse nëse flasin, ata do të humbasin gjithçka. Dëshmitari i tretë, një ish shofer i Ali Muçës, zbulon një detaj që ndriçon një pjesë të errët të historisë. Në dhjetor të vitit 1996, Ali Muça më urdhëroi të transportoja një ngarkesë të veçantë, thot ai, duke ndezur një cigare me duar që dridhen. Ishte një valixhe e madhe metalike, shumë e rëndë. Ai nuk më tha se çfarë kishte brenda, por nga pesha kuptova se ishin para ose arë. Unë e çova atë valixhe në portin e Durrësit në orën 3 të mëngjesit. Aty më priste një barkë e shpejt me 2 burra që flisnin italisht. Ata morën valixhen dhe u larguan pa thënë asnjë fjalë. Kur u ktheva, Ali Muça më dha $500 dhe më tha, nëse dikush të pyet, ti nuk ke parë asgjë. Kur? Unë e kuptova se ajo nuk ishte hera e parë dhe as e fundit. Kishte të tjerë, shofer, marinier, njerëz që punonin në dogan, që bënin të njëjtën gjë. Ne ishim pjesë e një zinxhiri që transportonte pasuri jashtë Shqipërisë. Por askush nuk e dinte se ku shkonte ajo pasuri në fund. Ndoshta në Itali, ndoshta në Zvicër, ndoshta në ndonjë ishull të largët ku askush nuk mund ta gjente. Këto dëshmi zbulojnë një të vërtet tronditse, Vefa nuk ishte thjesht një piramidë financiare që mashtroi njerëzit e thjesht. Ishte një makinë e sofistikuar për të vjedhur dhe për të fshehur pasuri. Ishte një rrjet që lidhte Tiranën me qendrat financiare të Evropës, me portet e kontrabandës së mesdheut, me zyrat e politikanëve të korruptuar. Dhe në qendër të këtij rrjeti ishte Vebi Ali Muça, një burr që luante rolin e një biznesmeni të suksesshëm, por që në të vërtetë ishte një kukull e kontrolluar nga forca që ai vetë nuk i kuptonte plotësisht. Kur këto forca vendosën se loja kishte mbaruar, ata e lanë Ali Muçën të binte. Por ata vetë mbetën në errësirë, të paprekur, të pasur, të sigurt. A do të mësojmë ndonjëherë emrat e tyre të vërtetë? A do të shohim ndonjëherë drejtësi për viktimat e Vefas? Apo kjo histori do të mbetet përgjithmonë një mister i pjetshëm, një plagë e hapur në kujtesën kolektive të Shqipërisë? Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Vebi Ali Muçën, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 22 janar të vitit 1997, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i shtyu ata të tradhtojnë shefin e tyre suprem? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi pak më prapa, në ditët kur Vefa ishte në kulmin e fuqisë së saj dhe kur Ali Muça besonte se ishte i paprekshëm. Viti 1995. Vefa Holding është kompania më e fuqishme në Shqipëri. Ajo sponsorizon ekipin kombëtar të futbollit. Ndërton supermarkete gjigante. Organizon koncerte me hyje ndërkombëtar. Vebi Ali Muça shfaqet në televizion duke buzëqeshur, duke premtuar një të ardhme të ndritur për të gjithë shqiptarët. Por pas kësaj fasade, diçka tjetër po ndodhte. Ali Muça po ndërtonte një rrjet besnikërie që bazohej jo në dashuri apo respekt, por në frikë dhe interes. Ai kishte një rreth të ngushtë njerëzish, 12 burra dhe gra që e dinin të vërtetën për Vefan. Këta njerëz nuk ishin thjesht punonjës. Ata ishin bashkëpunëtor, konfident, mbrojtës. Dhe Ali Muça i trajtonte ata si mbretër të vegjël. Ai u jepte paga të larta, bonuse të mëdha, makina luksoze. Ai i ftonte në vila private, në jahte, në udhëtime jashtë vendit. Por ai gjithashtu u kujtonte vazhdimisht se nëse ata e tradhtuan, ata do të humbnin gjithçka, dhe ndoshta edhe më shumë. Një prej këtyre 12 ishte një burr që le ta quajmë Artan. Artan ishte menaxher i lartë financiar në Vefa. Ai e dinte saktësisht se sa para hynte çdo ditë, sa dilte dhe ku shkonte diferenca. Në fillim, unë besoja në vizionin e Ali Muçës, thot Artan sot, duke folur për herë të parë pas 30 vjetësh. Unë mendoja se ne po ndërtonim diçka të madhe, një kompani që do të transformonte Shqipërinë. Por me kalimin e kohës, fillova të shija gjëra që nuk kishin kuptim. Shuma të mëdha parash që zhduken pa shpjegim.
transferta në llogari offshore që nuk regjistroheshin askund. Takime të fshehta me njerëz që nuk kishin asnjë lidhje me biznesin ton. Dhe kur pyesja, Ali Muça më thoshte, mos u shqetëso. Gjithçka është nën kontroll. Por unë e dija se nuk ishte. Artan tregon se në verën e vitit 1996, ai filloi të mbante shënime të fshehta. Çdo ditë, pas punës, unë shkruaja në një ditar të vogël, sa para kishin hyrë, sa kishin dalë, ku kishin shkuar. Unë e fshija atë ditar në shtëpi, në një vend që askush nuk e dinte. Sepse e kuptova se një ditë, kur gjithçka të shkatërrohej, ato shënime do të ishin prova e vetme që unë nuk isha pjesë e mashtrimit. Që unë isha thjesht një punonjës që ndiqte urdhrat. Por Artan nuk ishte i vetmi që po mendonte kështu. Të tjerët nga rrethit i ngushtë po fillonin të dyshonin gjithashtu. Ata po shihnin shenjat e rrezikut, radhët gjithnjë e më të gjata para degëve, ankimet e depozituesve që nuk po merrnin paratë e tyre në kohë, artikujt skeptik në shtypin e huaj. Dhe ata po bënin llogaritë e tyre. Nëse vefa rrëzohej, çfarë do t'u ndodhte atyre? A do të arrestoheshin si bashkëpunëtor të Ali Muçës? A do të humbnin gjithçka që kishin fituar? Apo kishte një mënyrë për të shpëtuar? Në dhjetor të vitit 1996, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Një prej 12, një burr që le ta quajmë Ilir, mori një telefonat të fshehtë. Telefonata vinte nga një zyrtar i lartë i qeverisë. Ilir, tha zyrtari, ne e dim se ti punon për Ali Muçën. Ne e dim se ti e di të vërtetën për Vefan, dhe ne po të ofrojmë një mundësi. Nëse na ndihmon, nëse na jep informacione për ku janë parat, për kush janë partnerët e Ali Muçës, për çfarë po planifikon ai, ne do të mbrojmë. Do të japim imunitet. Do të ndihmojmë të fillosh një jetë të re. Por nëse refuzon, kur vefa të rrëzohet, ti do të shkosh në burg bashkë me Ali Muçën. Zgjidhja është e jotja. Ilir nuk u përgjigj menjëherë. Ai kërkoi kohë për të menduar. Por ai e dinte se nuk kishte shumë kohë. Sepse çdo ditë që kalonte, situata po bëhej më e keqe. Piramida po shkatërrohej. Dhe kur ajo të binte, të gjithë ata që ishin brenda do të varroseshin nën rënojat. Kështu që Ilir filloi të fliste me të tjerët nga rrethit i ngushtë. Ai u tha atyre për telefonatën. Ai u tha se qeveria po ofronte një dalje. Dhe ngadalë, një nga një, ata filluan të bien dakord. Jo sepse donin të tradhtojnë Ali Muçën, por sepse donin të shpëtonin veten. Sepse e kuptuan se Ali Muça nuk ishte më një lider i fuqishëm që mund t'i mbronte ata. Ai ishte një burr i dënuar që po përpiqej të mbante një piramidë që po shembej. Në 20 janar të vitit 1997, Ilir dhe 3 të tjerë nga rrethit i ngushtë u takuan në fshehtësi me përfaqësues të qeverisë. Ata sollën dokumente, kontrata, regjistra kontabël, lista me emra të politikanëve që kishin marrë para nga vefa. Ata treguan për tunelet nëntoksore, për llogaritë offshore, për takimet e fshehta me përfaqësues të mafias italiane. Dhe në këmbim, ata morën një premtim, imunitet nga ndjekja penale. 2 ditë më vonë, Vebi Ali Muça u arrestua. Dhe kur ai u pyet se kush e kishte tradhtuar, ai buzëqeshi hidhur dhe tha, të gjithë. Sepse kur ania po fundoset, çdo njeri mendon vetëm për veten. Por a ishte kjo vërtet një tradhtim? Apo ishte thjesht një akt i mbijetesës? Artan, menaxheri financiar, ka mendime të veta për këtë. Unë nuk e tradhtova Ali Muçën, thot ai me zë të qetë por të vendosur. Unë tradhtova një sistem që po shkatëronte jetën e mirë njerëzve të pafajshëm. Unë tradhtova një mashtrim që po çonte Shqipërinë drejt kaosit. Nëse kjo quhet tradhtim, atëherë po, unë jam tradhtues. Por nëse kjo quhet drejtësi, atëherë unë jam krenar për atë që bëra. Megjithatë, jo të gjithë nga rrethit i ngushtë zgjodhen të bashkëpunonin me qeverinë. Disa mbetën besnik ndaj Ali Muçës deri në fund. Dhe ata paguan çmimin. Ata u arrestuan, u dënuan, kaluan vite në burg. Disa prej tyre ende jetojnë sot në varfëri dhe hidhërim, duke besuar se ata bën zgjedhjen e duhur, se besnikëria është më e rëndësishme se mbijetesa. Kush kishte të drejtë? Ata që tradhtuan për të shpëtuar veten? Apo ata që mbetën besnik dhe paguajnë ende sot? Kjo është një pyetje që çdo shqiptar duhet ta bëjë vetes. Sepse historia e Vefas nuk është vetëm një histori përpara dhe mashtrim.
Është një histori për zgjedhje morale në kohë krize. Është një histori për atë që ndodh kur besnikëria dhe mbijetesa bien në konflikt. Dhe është një histori që na kujton se në fund, çdo njeri duhet të jetojë me pasojat e zgjedhjeve të veta. Pak njerëz e dinë se shoku suprem, ateist i bindur në publik, dridhej para mallkimeve dhe parashikimeve. Në arkivat personale të Vebi Ali Muçës u gjet një shënim për një vizitë sekrete të një fallxore nga malet e Shqipërisë së Veriut, vetëm një vit para rënies. Çfarë i tha ajo grua? Pse Ali Muça filloi papritur të ndryshonte gardën e tij personale pas asaj vizite? Sot zbulojmë fytyrën mistike dhe paranoike të perandorisë Vefa. Historia fillon në pranverën e vitit 1996. Vebi Ali Muça, në kulmin e fuqisë së tij, filloi të shfaqte shenja të çuditshme sjelljeje. Ai që kishte qenë gjithmonë një burr racional, i fokusuar në shifra dhe biznese, papritur filloi të fliste për ëndra të këqija, për shenja të këqija, për ndjenja se diçka e keqe po vinte. Truproja e tij, Agron, kujton një episod të veçantë. Ishte një mëngjes marsi. Ali Muça zgjua në orën 5, i njohur nga djersa. Ai më thiri në dhomë dhe më tha se kishte parë një ëndër ku një grua e vjetër me sy të bardhë i thoshte: "Ari yt do të shndërrohet në pluhur. Pallati yt do të bëhet varr. Dhe emri yt do të mallkohet nga mira gojë." Ai ishte i tronditur. Unë u përpoqa ta qetësoja, por ai nuk dëgjonte. Ai tha: "Agron, unë nuk besoj në këto gjëra. Por kjo ëndër ishte kaq e qartë, kaq reale. Sikur dikush po më paralajmëronte." Pas asaj ëndre, Ali Muça filloi të kërkonte përgjigje. Ai pyeti njerëz të besuar nëse dinin për ndonjë fallxore apo shëruese që mund ta ndihmonte. Dhe dikush, një ish oficer i sigurimit të shtetit që tani punonte për Vefan, i tha për një grua që jetonte në një fshat të largët në Malsinë e Madhe. Kjo grua, e njohur si nëna e maleve, kishte famë se mund të shite të ardhmen, se mund të lexonte shpirtrat, se mund të zbulonte sekretet që njerëzit fshinin. Ali Muça vendosi ta vizitonte. Por kjo nuk mund të ishte një vizitë publike. Nëse njerëzit mësonin se shoku suprem i Vefas po kërkonte ndihmë nga një fallxore, imazhi i tij si një biznesmen modern dhe racional do të shkatërrohej. Kështu që vizita u organizua në fshehtësi absolute. Në një mbrëmje maji, Ali Muça u nis drejt Veriut me një makinë të thjeshtë, pa shofer, vetëm me Agronin në sediljen e pasme. Ata udhëtuan për orë të tëra nëpër rrugë malore të këqija, derisa arritën në një fshat të vogël ku shtëpitë ishin të shpërndara në kodra të pjerëta. Aty, në një shtëpi guri të vjetër, jetonte nëna e maleve, një grua e moshuar, me flokë të bardhë të gjatë dhe sy që dukeshin sikur shinin përtej kësaj bote. Kur Ali Muça hyri në shtëpi, gruaja nuk u habi. Ajo thjesht tha: "E dija se do të vije. Të kam pritur." Ajo e ftoi të ulej pranë një zjarri të vogël që diqte në mes të dhomës. Dhe pastaj, pa pyetur asgjë, ajo filloi të flasë. "Ti ke ndërtuar një mal ari," tha ajo me një zë të ulët dhe të thellë. "Por mali yt nuk ka themele. Ai qëndron mbi ajër, mbi gënjeshtra, mbi lotët e njerëzve të thjeshtë. Dhe kur era e së vërtetës të fryj, mali yt do të rrëzohet. Dhe ti do të varrosesh nën të." Ali Muça u përpoq të flasë, por gruaja e ndaloi me një lëvizje të dorës. "Mos fol," tha ajo. "Dëgjo. Sepse ajo që do të them tani është e vetmja shpresë që ke për të shpëtuar." Ajo vazhdoi: "Ka një njeri pranë teje që të uren më shumë se sa të do ky njeri buzëqesh në fytyrën tënde, por në zemër planifikon rënimin tënd. Ai nuk është armiku yt i hapur. Ai është miku yt më i afërt. Dhe kur koha të vi, ai do të jetë ai që do të jap goditjen e fundit." Agron, që ishte ulur në një cep të dhomës, kujton se Ali Muça u bëi bardhë si gëlqere. Ai pyeti: "Kush është ky njeri? Si ta njoh?" Por gruaja tundi kokën. "Nëse të them emrin, ti do ta vrasësh. Dhe kjo do të përshpejtojë rënimin tënd. Sepse ai njeri nuk vepron vetëm. Ai është pjesë e një rrjeti më të madh, një rrjeti që ti nuk e sheh, por që të rrethon nga të gjitha anët. Nëse e prek atë, rrjeti do të shkatërrojë." Ali Muça ishte i dëshpëruar. Ai pyeti: "Atëherë çfarë duhet të bëj? Si mund të shpëtoj?" Gruaja e shikoi me një shprehje që ishte njëkohësisht edhe mbëshur dhe e ftohtë. "Nuk mund të shpëtosh," tha ajo. "Fati yt është i shkruar. Por mund të zgjedhësh se si të përfundosh.
Mund të ikësh tani, të lësh gjithçka dhe të zhdukesh. Ose mund të qëndrosh dhe të luftosh dhe të humbasësh gjithçka, por të ruash nderin tënd. Ali Muça nuk tha asgjë. Ai vetëm u ngrit, la një zarf me para në tavolinë dhe doli nga shtëpia. Në rrugën e kthimit, Ali Muça nuk foli asnjë fjalë. Agron thot se ai vetëm shikonte nga dritarja me një shprehje të largët në sy. Por kur arritën në Tiranë, Ali Muça mori një vendim të çuditshëm. Ai urdhëroi që e gjithë garda e tij personale të zëvendësohej. Burrat që kishin punuar për të për vite u larguan dhe u zëvendësuan me njerëz të rinj, njerëz që Ali Muça nuk i njihte mirë, por që ishin rekomanduar nga burime që ai konsideronte të besueshme. Pse e bëri këtë? A besonte ai vërtet se dikush nga garda e vjetër ishte tradhtari që Fallxhoria kishte përmendur? Apo ishte kjo thjesht një akt i paranojes, një përpjekje për të marrë kontrollin në një situatë që po i shpëtonte nga duart? Por ndryshimi i gardës nuk ishte i vetmi veprim që Ali Muça mori. Ai gjithashtu filloi të mbante një ditar personal, një libër të vogël me kopertinë të kuqe ku shkruante çdo ditë. Askush nuk e dinte se çfarë shkruante në atë ditar. Por pas arrestimit të tij, dietarët e policisë e kërkuan atë ditar kudo, në vilën e tij, në zyrat e vefas, në shtëpitë e të afërmve të tij. Ata nuk e gjetën kurrë. Disa besojnë se Ali Muça e dogji atë ditar në ditët e fundit para arrestimit. Të tjerë thonë se ai ia dha dikujt për ta mbajtur të fshehtë, dikujt që ende e ruan atë sot, duke pritur momentin e duhur për ta zbuluar. Çfarë shkruante Ali Muça në atë ditar? A ishin ato thjesht mendime personale? Apo ishin prova, emra, data, shuma, që mund të komprometonin njerëz të fuqishëm? Ndërkohë, paranoja e Ali Muçës po rritet. Ai filloi të shihte tradhtar kudo. Ai nuk besonte më askënd, as punonjësit e tij, as miqtë e tij, madje as familjen e tij. Një natë, ai thiri Agronin dhe i tha: "Nëse më ndodh diçka, nëse më arrestojnë, nëse më vrasin, ti duhet të dish se ka një valixhe të fshehur në vilën time. Brenda asaj valixheje ka dokumente që mund të shkatërrojnë shumë njerëz të fuqishëm. Por ti nuk duhet ta hapësh atë valixhe. Vetëm duhet ta mbash të sigurt. Dhe nëse dikush të pyet për të, ti duhet të thuash se nuk e di asgjë." Agron pyeti: "Por pse nuk i publikon ato dokumente tani? Pse nuk i përdor për të mbrojtur veten?" Ali Muça tundi kokën. "Sepse nëse i publikoj tani, ata do të më vrasin. Por nëse i mbaj të fshehta, ata do të kenë frikë se mund t'i publikoj. Dhe kjo frikë është e vetmja gjë që më mban gjallë." Por a ishte kjo e vërtetë? A kishte vërtet Ali Muça dokumente kaq të fuqishme? Apo ishte kjo thjesht një blof, një përpjekje për të krijuar një mburojë imagjinare rreth vetes? Pas arrestimit të tij, policia kërkoi atë valixhe kudo. Ata nuk e gjetën kurrë. Disa besojnë se ajo nuk ekzistoi kurrë, se ishte thjesht një trillim i mendjes paranoike të Ali Muçës. Të tjerë besojnë se valixhja ekzistonte, por që dikush e mori para se policia të arrinte, ndoshta një antar i familjes, ndoshta një punonjës besnik, ndoshta një agent i fshehtë që punonte për forca të tjera. Dhe nëse ajo valixhe ekziston ende sot, ku është? Kush e ka? Dhe çfarë sekreti fsheh ajo? Historia e vizitës së Ali Muçës te Fallxhoria u bë legjend në Shqipëri. Disa e quajnë një mit, një histori e trilluar për të shtuar dramë në një ngjarje tashmë dramatike. Të tjerë besojnë se është e vërtetë, një dëshmi e asaj se edhe njerëzit më racional, kur përballen me frikën dhe pasigurinë, kthehen te besimet e vjetra, te mistika, te shpresa se dikush ose diçka mund t'i shpëtojë. Por pavarësisht nëse historia është e vërtetë apo jo, ajo zbulon diçka të rëndësishme për Vebi Ali Muçën. Ai nuk ishte thjesht një mashtrues i ftohtë dhe kalkulues. Ai ishte një burr i thellë i shqetësuar, i rrethuar nga armiq të vërtetë dhe imagjinar, i vetëdijshëm se perandoria e tij po shembej, por i paaftë për ta ndaluar atë. Dhe në fund, kur gjithçka ra, ai nuk ishte as hero, as djalë i keq. Ai ishte thjesht një njeri që luajti një lojë shumë të rrezikshme dhe humbi. A mund të kishte shpëtuar Ali Muça nëse kishte dëgjuar këshillën e Fallxhores? Nëse kishte ikur, kishte lënë gjithçka dhe kishte zhdukur? Ndoshta. Por ai zgjodhi të qëndronte. Ai zgjodhi të luftonte. Dhe ai pagoi çmimin. Sot, 35 vjet më vonë, emri i tij është sinonim i mashtrimit, i humbjes, i tradhtisë.
por për ata që e njinin atë personalisht, ai mbetet një figurë komplekse, një burr që ëndërronte të ndërtonte diçka të madhe, por që u shkatërrua nga lakmia e vet, nga korrupsioni i sistemit dhe nga forcat që ai nuk mund t'i kontrollonte. Historia e tij është një paralajmërim, por është gjithashtu një tragjedi. Sepse në fund Vebi Ali Muça nuk ishte aq i ndryshëm nga mijëra shqiptar të tjerë që ëndërronin një jetë më të mirë, vetëm se ai kishte më shumë pushtet, më shumë para dhe më shumë për të humbur. Dhe kur humbi, ai tërhoqi me vete një vend të tërë. Në pallatin e Vebi Ali Muçës ekzistonin tunele dhe bunker që as arkitektët zyrtar nuk i njohin edhe sot. Kush i ndërtoi ato në fshehtësi? Ku çonin këto tunele? Dhe pse në ditët e fundit të perandorisë, Ali Muça kontrollonte personalisht këto rrugë evakuimi çdo natë? Garda personale ka ruajtur këto sekrete për më shumë se 3 dekada, por sot flasin për herë të parë. Në dhjetor të vitit 1996, kur tensioni po arrinte kulmin, Ali Muça urdhëroi që një ekip i vogël inxhinierësh, të gjithë të sjellë nga jashtë Shqipërisë, të inspektonin një rrjet tunelesh që shtrihen në qendrën e Tiranës. Këto tunele nuk shfaqeshin në asnjë hartë zyrtare. Ato ishin ndërtuar në vitet 80 gjatë diktaturës si pjesë e një sistemi mbrojtjeje në rast lufte bërthamore. Por pas rënies së komunizmit, shumica e tyre u mbyllën dhe u harruan. Shumica, por jo të gjitha. Një ish inxhinier që punoi në atë projekt, le ta quajmë Petrit, tregon se Ali Muça kishte marrë kontrollin e një pjese të këtij rrjeti nëntoksor. Ai na thiri në një mbledhje sekrete në nëntor, thot Petriti, duke ndezur një cigare me duar që ende mbajnë njollat e çimentos dhe vajit. Na tha se kishte nevojë për një rrugë alternative për të lëvizur para dhe dokumente pa u parë. Rrugët normale ishin shumë të rrezikshme, policia po monitoronte, gazetarët po bënin pyetje, armiqtë e tij po organizoheshin. Ai donte një sistem që askush nuk e dinte përveç nesh. Petriti dhe ekipi i tij punuan për 3 javë, duke pastruar dhe duke riparuar një tunel që fillonte nga bodrumet i pallatit të Vefas dhe përfundonte në një garazh privat në periferi të Tiranës, një distancë prej pothuajse 3 kilometrash nën tokë. Tuneli ishte i ngushtë, i lagësht, i errët. Muret ishin të mbuluara me myshk dhe ujë pikonte nga tavani. Por ai funksiononte. Në 10 dhjetor, Ali Muça na urdhëroi të testonim tunelin, vazhdon Petriti. Ai vetë zbriti në bodrum në orën 2 të mëngjesit, i shoqëruar nga 2 trupa. Ata mbartën 3 valigje të mëdha metalike, kaq të rënda sa duheshin 2 burra për secilën. Ne i quam ato valigje nëpër tunel deri në garazhin tjetër, ku priste një furgon me targa false. Gjithë operacioni zgjati 35 minuta. Kur u kthyem, Ali Muça na dha nga $500 secilit dhe na tha, nëse dikush pyet, ju nuk keni parë asgjë. Nëse flisni, familjet tuaja do të paguajnë. Çfarë kishte në ato valigje? Petriti nuk e di me siguri, por nga pesha dhe nga mënyrën se si Ali Muça i trajtonte ato, ai beson se ishin plot me paraqash ose arë. Ato nuk ishin valigje të zakonshme, thot ai. Ishin të blinduara me brava digjitale. Dhe kur i lëviznin, dëgjoje një tingull metalik, si monedha ose shufra ari që përplasen me njëra tjetrën. Por tuneli nuk u përdor vetëm për të transportuar pasuri. Ai u bë gjithashtu një vend takimi për biseda që nuk mund të bëheshin askund tjetër. Agron Truproja kujton se në janar të vitit 1997, Ali Muça filloi të takojë me njerëz të ndryshëm në atë tunel. Ata vinin në orët e vona, hynin nga garazhi i jashtëm dhe ecnin nëpër tunel deri në një dhomë të vogël që kishin pajisur me një tavolinë dhe disa karrige, thot Agron. Unë qëndroja jashtë derës, por ndonjëherë dëgjoja copëza të bisedave. Një natë dëgjova një burr duke thënë, nëse nuk na jep atë që premtove, ne do të zbulojmë gjithçka. Dhe atëherë, as ti, as familja jote nuk do të jeni të sigurt. Ali Muça u përgjigj me një zë të ulët por të ashpër, ju tashmë keni marrë më shumë se sa meritoni. Nëse më kërcënoni, unë do të publikoj emrat tuaj. Dhe atëherë do të shihni se kush ka më shumë për të humbur. Kush ishin këta njerëz që takoheshin me Ali Muçën në errësirën e atij tuneli? A ishin ata politikanë që kërkonin pjesën e tyre nga paratë e Vefas? A ishin ata përfaqësues të organizatave kriminale që donin të siguronin se investimet e tyre do të mbronin? Apo ishin ata agent të shërbimeve sekrete që po monitoronin rrjedhjen e parave dhe po përpiqeshin të kontrollonin situatën? Petriti beson se ishin të gjitha këto.
Vefa nuk ishte thjesht një kompani, thot ai. Ishte një nyje në një rrjet shumë më të madh, një rrjet që lidhte politikën, krimin dhe forcat e huaja. Dhe Ali Muça ishte në qendër të këtij rrjeti. Ai e dinte se nëse fliste, nëse zbulonte emrat e vërtet, ai do të vritej. Por ai gjithashtu e dinte se nëse heshte, ai do të sakrifikohej. Kështu që ai luante një lojë të rrezikshme, duke u përpjekur të mbante të gjithë të lumtur, duke premtuar gjithçka për të gjithë, duke shpresuar se disi do të gjente një rrugdalje. Por rrugdalja nuk erdhi kurrë. Në 20 janar, kur Ali Muça kuptoi se arresti ishte i pashmangshëm, ai zbriti për herë të fundit në atë tunel. Agron ishte me të. Ai solli një çantë të vogël lëkure, kujton Agron. Brenda kishte dokumente, letra, fotografi, një hard disk i vogël. Ai i vuri ato në një kuti metalike, e mbështolli me plastik dhe e fshiu në një vrim në mur që kishim gërmuar më parë. Pastaj mbuloi vrimën me çimento të freskët. Kur mbaroi, ai u kthye dhe më tha, Agron, nëse më ndodh diçka, ti duhet të kthehesh këtu. Duhet ta gjesh atë kuti. Dhe duhet t'ia japësh dikujt që mund ta përdor për të zbuluar të vërtetën. Unë pyeta, kujt duhet t'ia jap? Ai buzëqeshi hidhur dhe tha, do ta dish kur ta shohësh. Sepse ai do të jetë i vetmi që guxon të pyes. Pas arrestimit të Ali Muçës, Agron u përpoq të kthehej në tunel. Por zbuloi se hyrja nga garazhi ishte mbyllur me beton. Dikush, ndoshta policia, ndoshta njerëz të tjerë, kishte vendosur që ai tunel të mos përdorej më kurrë. Agron nuk arriti kurrë të gjente kutinë që Ali Muça kishte fshehur. Dhe deri më sot, ajo kuti mbetet diku nën Tiranë, e varrosur në errësirë, duke mbajtur sekrete që mund të ndryshonin gjithçka që dim për Vefan, për Ali Muçën, për politikanët dhe kriminalët që ishin të përfshirë. A do të gjendet ndonjëherë ajo kuti? A do të zbulohen ndonjëherë ato dokumente? Apo ato do të mbeten përgjithmonë të fshehura, një testament i heshtur i një perandorie që u shemb dhe i një burri që dinte shumë për të jetuar në paqe? Historia e tuneleve nën Tiranë është më shumë se një kuriozitet arkitektonik. Është një metaforë për gjithë sistemin që mbështeste Vefan, një sistem i ndërtuar mbi sekrete, mbi fshehje, mbi frikë. Një sistem ku gjithçka që dukej në sipërfaqe ishte vetëm një fasadë, ndërsa e vërteta jetonte në errësirë, nën tokë, larg syve të publikut. Dhe kur ajo fasadë u shemb, ajo që mbeti ishte një rrëmujë e tuneleve të errëta, të mbushura me ujë dhe harres, një monument për një kohë kur Shqipëria besonte në premtime të pamundura dhe pagoi çmimin më të lartë për atë besim. A mësuam diçka nga kjo histori? Apo jemi ende duke ecur nëpër tunele të errëta, duke shpresuar se dikush do të na çojë në dritë? Çfarë ndodhte kur Vebi Ali Muça kishte dhimbje koke? Mjeku personal thirrej në fshehtësi në pallat. Asnjë diagnozë nuk arrinte në dokumentet zyrtare. Por arkivat e sigurimit mbajnë një listë me medikamentet e porositura për diktatorin financiar. Kjo listë zbulon një sëmundje që Ali Muça e fshehu nga populli shqiptar për 10 vjet. Në këtë dokumentar do të shihni provat mjekësore që ndryshojnë gjithçka që dinit për vitet e fundit të perandorisë Vefa. Në fund të vitit 1996, njerëzit që punonin pranë Ali Muçës filluan të vinin re ndryshime shqetësuese në shëndetin e tij. Ai që kishte qenë gjithmonë një burr energjik, që punonte 16 orë në ditë, që udhëtonte vazhdimisht, papritur filloi të shfaqte shenja lodhje të thellë. Ai mbante takime më të shkurtra. Ai anulonte udhëtime. Ai kalonte orë të tëra të mbyllur në zyrë, pa pranuar vizitor. Një ish sekretare që punoi në zyrën e tij, le ta quajmë flutura, kujton se në dhjetor, Ali Muça filloi të merrte tableta në mënyrë të rregull. Çdo mëngjes, në orën 8, vinte një burr me një çantë të vogël mjekësore, thot flutura. Ai hynte direkt në zyrën e Ali Muçës, pa trokitur, pa pritur. Qëndronte aty për 10 minuta, pastaj dilte pa thënë asnjë fjalë. Një ditë, unë pash atë burr duke lënë një kuti ilaçesh në tavolinë. Kur ai u largua, unë hyra për të pastruar zyrën dhe pash emrin në kuti, propranolol. Unë nuk e dija se çfarë ishte, por më vonë pyeta një mik që ishte mjek. Ai më tha se ishte një ilaç për presionin e lartë të gjakut dhe për ankth. Kjo do të thoshte se Ali Muça po vuante nga stresi i madh, aq i madh sa trupi i tij po reagonte fizikisht. Por propranolol nuk ishte i vetmi ilaç që Ali Muça merrte.
Sipas një liste të zbuluar më vonë në arkivat e sigurimit, një listë që u mbajt sekrete për vite, Ali Muça po merrte gjithashtu diazepam për gjumë, omeprazole për probleme stomaku dhe një ilaç tjetër që emri i tij ishte i fshehtë, por që mjekët besojnë se ishte një antidepresiv i fortë. Kjo listë tregon një burr që po shkatërrohej nga brenda, një burr që po luftonte jo vetëm kundër armiqve të jashtëm, por edhe kundër trupës dhe mendjes së vet, dhe ndërsa ai po përpiqej të mbante fasadën e një lideri të fortë dhe të sigurt, trupi i tij po i thoshte një histori tjetër, një histori e frikës, e lodhjes, e shkatërimit të ngadaltë. Agron Truproja kujton se në janar të vitit 1997, gjendja e Ali Muçës u përkeqësua ndjeshëm. Ai nuk flinte më, thot Agron. Çdo natë, unë e dëgjoja duke ecur lart e poshtë në dhomën e tij. Ndonjëherë ai dilte në balkon, edhe kur ishte dimër dhe binte borë, dhe qëndronte aty për orë të tëra, duke pirë konjak dhe duke pirë cigare pas cigare. Një mëngjes, kur hyra në zyrë, e gjeta të shtrirë në divan, të veshur me të njëjtat rroba që kishte pasur ditën më parë. Fytyra e tij ishte e verdhë, sytë e tij ishin të kuq, duart e tij dridheshin. Unë pyeta nëse donte që të thërrisja një mjek. Ai tundi kokën dhe tha, jo. Asnjë mjek. Nëse mjekët vinë, njerëzit do të mësojnë se unë jam i dobët. Dhe nëse mësojnë se jam i dobët, gjithçka do të përfundoj. Por dobësia e Ali Muçës nuk ishte vetëm fizike. Ishte gjithashtu mendore. Njerëzit që punonin pranë tij filluan të vinin re se ai po bëhej gjithnjë e më paranojak, gjithnjë e më i paparashikueshëm. Ai akuzonte njerëzit për tradhtim pa prova. Ai ndryshonte vendime të rëndësishme nga një ditë në tjetrën. Ai fliste për komplote të fshehta, për armiq të padukshëm, për forca që po komplotonin kundër tij. Një ish menaxher i lartë, le ta quajmë Sokol, tregon se në një mbledhje në mes të janarit, Ali Muça u ngrit papritur dhe filloi të ulërinte. Ai tha se ne të gjithë ishim tradhtar, se ne po punuam për armiqtë e tij, se ne po përpiqeshim ta shkatëronim, kujton Sokoli. Ne u përpoqëm ta qetësuam, por ai nuk dëgjonte. Ai mori një godë dhe e hodhi në mur, pastaj u ul në karrige, vuri kokën në duar dhe filloi të qaj. Ishte momenti kur kuptova se gjithçka kishte mbaruar. Sepse një lider që qan para punonisëve të tij nuk është më lider. Është thjesht një burr i thyer. Çfarë po i ndodhte Ali Muçës? A ishte kjo thjesht stresi i situatës, presioni i një piramide që po shembej, frika e arrestimit, ndërgjegjja e fajit për mirat e njerëzve që kishte mashtruar? Apo ishte diçka më e thellë, një sëmundje mendore që kishte qenë gjithmonë aty, por që tani po shfaqej në presionin e jashtëzakonshëm? Disa mjekë që kanë shqyrtuar rastin e tij besojnë se Ali Muça vuante nga një formë e depresionit klinik, e kombinuar me çrregullim të ankthit dhe ndoshta edhe me shenja të hershme të një çrregullimi bipolar. Këto janë sëmundje serioze që kërkojnë trajtim mjekësor. Por Ali Muça nuk kërkoi kurrë ndihmë profesionale. Ai u mbështet në tableta që i merrnin simptomat, por që nuk e trajtonin shkakun. Dhe ndërsa trupi dhe mendja e tij po shkatërroheshin, ai vazhdoi të luante rolin e një lideri të fortë, një rol që po bëhej gjithnjë më i vështirë për ta mbajtur. Në 20 janar, ditën para arrestimit të tij, Ali Muça thiri mjekun e tij personal për herë të fundit. Sipas dëshmisë së mjekut, e dhënë më vonë në gjykatë, Ali Muça i tha, "Doktor, unë nuk po ndihem mirë. Zemra ime rah shumë shpejt. Duart e mia dridhen. Nuk mund të fle. Nuk mund të ha. Ndihem sikur po vdes." Mjeku e ekzaminoi dhe zbuloi se presioni i gjakut të Ali Muçës ishte jashtëzakonisht i lartë, 160 mbi 110. Pulsi i tij ishte 120 rrahje në minutë. Ai kishte humbur peshë, rreth 10 kg në 2 muaj. Mjeku i rekomandoi që të shkonte menjëherë në spital. Por Ali Muça refuzoi. Ai tha se nuk kishte kohë për spital, kujton mjeku. Ai tha se kishte gjëra më të rëndësishme për të bërë. Unë i thash se nëse nuk merrte trajtim, ai mund të pësonte një sulm në zemër ose një goditje në tru. Ai vetëm buzëqeshi dhe tha, "Doktor, nëse unë vdes nga një sulm në zemër, do të jetë një mëshirë. Sepse ajo që më pret nëse nuk vdes është shumë më e keqe." Kjo ishte hera e fundit që mjeku pa Ali Muçën si një burr i lirë. Ditën tjetër, ai u arrestua. Dhe kur u çua në burg, shëndeti i tij vazhdoi të përkeqësohej. Sipas raporteve të burgut, Ali Muça kaloi muajt e parë në një gjendje të rëndë depresioni. Ai nuk hante. Ai nuk fliste.
Ai qëndronte shtrirë në shtrat duke shikuar tavanin, duke refuzuar të takojë me avokatët e tij ose me familjen e tij. Vetëm pas disa muajsh, kur filloi të marrë trajtim mjekësor të rregullt, gjendja e tij filloi të përmirësohej. Por ai nuk u bë kurrë më burri që kishte qenë. Njerëzit që e vizituan në burg thonë se ai dukej 10 vjet më i vjetër. Flokët e tij ishin bërë plotësisht të bardhë. Fytyra e tij ishte e rrudhur. Zëri i tij ishte i dobët. Ai që kishte qenë dikur një lider karizmatik, i fuqishëm, i sigurt, tani ishte thjesht një burr i moshuar, i lodhur, i thyrë. Historia e shëndetit të Ali Muçës është një pjesë e rëndësishme e historisë së Vefas, sepse ajo na tregon se edhe njerëzit që duken të fuqishëm, që duken të pasur, që duken të suksesshëm, janë në fund njerëz, me trupin dhe mendjen që mund të thyen në presion. Ali Muça nuk ishte një superburr. Ai ishte një njeri që mori vendime të këqija, që mashtroi mira njerëz, që shkaktoi vuajtje të madhe. Por ai gjithashtu vuajti vetë. Ai pagoi një çmim të lartë për zgjedhjet e tij, jo vetëm me lirinë e tij, por edhe me shëndetin e tij, me paqen e tij mendore, me dinjitetin e tij. Dhe kur shikojmë fotografitë e tij nga ato vite, fotografitë që tregojnë një burr që po shkatërohet nga brenda, ne duhet të kujtojmë se kjo është ajo që ndodh kur lakmia, ambicia dhe frika bashkohen në një stuj të përsosur. Kjo është fytyra e vërtet e pushtetit të korruptuar, jo një fytyrë triumfi, por një fytyrë vuajtjeje. A mund të kishte shpëtuar Ali Muça nëse kishte kërkuar ndihmë më herët? Nëse kishte pranuar se kishte nevojë për trajtim mjekësor? Nëse kishte ndaluar lojën para se të ishte shumë vonë? Ndoshta. Por ai nuk e bëri. Ai zgjodhi të vazhdoi të luajë rolin, të mbaj fasadën, të shpresoj se disi do të gjente një rrugdalje. Dhe në fund, kur trupi dhe mendja e tij nuk mund të mbanin më, ai ra. Dhe kur ra, ai tërhoqi me vete mira njerëz të tjerë. Kjo është mësimi i historisë së tij, se pushtet pa përgjegjësi, pasuri pa ndërgjegje, ambicie pa kufi, të gjitha çojnë në të njëjtin vend, në shkatërim. Jo vetëm shkatërimin e të tjerëve, por edhe shkatërimin e vetvetes. Dhe në fund, askush nuk fiton. Të gjithë humbasin. Kur forcat e rendit hynë në zyrat e Vefa Holding në 26 janar të vitit 1997, ata prisnin të gjenin prova, dokumente, kontrata, regjistra kontabël që do të zbulonin të vërtetën për ku shkuan paratë. Por ajo që gjetën ishte një kaos i organizuar. Shumë dokumente ishin djegur. Të tjerë ishin coptuar në copa të vogla. Kompjuterët ishin formatuar. Disjet e forta ishin shkatëruar fizikisht, të thyra me çekiç, të djegura me acid. Ishte e qartë se dikush kishte punuar me shpejtësi dhe me qëllim për të fshirë çdo gjurmë të asaj që kishte ndodhur vërtet brenda Vefas, por pavarësisht përpjekjeve të tyre, jo gjithçka u shkatërua. Në një kasafort të fshehur në bodrumin e pallatit, hetuesit gjetën një dosje të vogël, vetëm 20 faqe, që kishte mbijetuar. Kjo dosje përmbante informacione që ndryshuan gjithçka. Dosja ishte e titulluar thjesht Projekti Alfa. Brenda saj kishte një listë me emra, 32 emra të njerëzve që kishin marrë para nga Vefa në vitet 1995 deri në 1996. Këta nuk ishin depozitues të zakonshëm. Këta ishin njerëz të veçantë, politikan, general, gjyqtar, gazetar, biznesmen të mëdhenj. Pranë çdo emri kishte një shumë, disa dhjetëra mijëra dollar, disa qindra mijëra, disa madje mbi 1 milion. Dhe pranë çdo shume kishte një shënim të shkurtër, për fushatën zgjedhore, për heshtje, për mbrojtje ligjore, për licencë importi. Kjo dosje ishte një hartë e korrupsionit që kishte lejuar Vefan të operonte pa pengesa për vite të tëra. Ishte prova se Ali Muça nuk ishte thjesht një mashtrues i vetmuar. Ai ishte pjesë e një sistem ku politika dhe krimi ishin të ndërthurura aq thellë sa ishte e pamundur të ndaheshin. Por kur prokuroria u përpoq të përdorte këtë dosje si provë në gjykat, ata hasën në një problem. Shumë nga emrat në atë listë ishin ende në pushtet. Disa ishin ministra. Të tjerë ishin deputet. Të tjerë ishin gjyqtarë që do të vendosnin për fatin e Ali Muçës. Nëse ata emra do të zbuloheshin publikisht, gjithë sistemi politik i Shqipërisë do të tronditej. Kështu që u mor një vendim që shumë e konsiderojnë si një tradhtim të drejtësisë. Dosja u klasifikua si sekret shtetëror. Ajo u mbyll në një arkiv të sigurt. Dhe emrat që përmbante nuk u zbuluan kurrë publikisht.
Vetëm një numër i vogël njerëzish, prokurori kryesor, disa gjyqtar, disa politikan të lartë, e pan atë dosje. Dhe të gjithë ata ranë dakord se ishte më mirë që publiku të mos e dinte kur të vërtetën. Por sekretet kanë një mënyrë për të dalë në dritë. Në vitet që pasuan, copëza informacioni filluan të rrjedhin. Gazetarë të guximshëm filluan të bënin pyetje. Ish punonjës të VEFA-s filluan të flasin. Dhe ngadalë, një pjesë e të vërtetës filloi të zbulohet. Mësuam se një ministër i lartë kishte marrë $500,000 nga VEFA për të financuar fushatën e tij zgjedhore. Mësuam se një gjyqtar i gjykatës së lartë kishte marrë $100,000 për të vendosur në favor të VEFA-s në një rast ligjor. Mësuam se një gazetar i njohur kishte marrë $50,000 për të shkruar artikuj pozitiv për Ali Muçën dhe për të sulmuar kritikët e tij. Këto zbulime shkaktuan skandale. Disa njerëz u detyruan të jepnin dorëheqjen. Të tjerë u hetuan, por kur nuk u dënuan. Sepse provat ishin të dobëta, dëshmitarët ishin të friksuar dhe sistemi ligjor ishte ende i korruptuar. Një ish prokuror që punoi në rastin e VEFA-s, le ta quajmë Gentian, tregon se ai u përpoq të ndjek disa nga emrat në atë dosje. Unë doja të dija të vërtetën, thot ai. Unë doja që njerëzit që kishin lejuar VEFA-n të mashtronte mijëra shqiptar të paguanin për veprimet e tyre. Por çdo herë që u afroja një emri të rëndësishëm, merrja një telefonat. Ndonjëherë ishte shefi im. Ndonjëherë ishte dikush nga ministria. Ndonjëherë ishte një zë që nuk e njihja. Por mesazhi ishte gjithmonë i njëjtë, ndalo. Nëse vazhdon, do të humbasësh punën. Ose më keq. Unë u përpoqa të rezistoja. Por pas disa muajsh, kuptova se nuk mund të luftoja kundër gjithë sistemin. Kështu që u dorëzova. Dhe sot, kur shoh ata njerëz që morën para nga VEFA duke jetuar jetë të qeta, të pasura, të paprekura, ndihem i turpëruar. Sepse unë dija të vërtetën. Dhe nuk bëra asgjë. Por dosja projekti Alfa nuk ishte e vetmja gjë që u fshi nga arkivat e VEFA-s, kishte gjithashtu një hard disk i vogël që përmbante të gjitha transaksionet financiare të kompanisë për 3 vjet. Ky hard disk u gjet në një kasafort tjetër, por kur hetuesit u përpoqën ta lexonin, zbuluan se ishte i enkriptuar me një kod që askush nuk e dinte. Ata thirrën ekspert nga jashtë vendit për të tentuar ta thyenin kodin. Por pas muajsh përpjekjesh, ata dështuan. Hard disku mbeti i mbyllur, një ark e mbushur me sekrete që askush nuk mund t'i hapte. Disa besojnë se Ali Muça kishte kodin, por që ai refuzoi ta jepte. Të tjerë besojnë se kodi ishte i shkruar në një letër që u dogj në ditët e fundit para arrestimit. Dhe të tjerë besojnë se hard disku ishte një kurth, se ai nuk përmbante asgjë të rëndësishme, por ishte vendosur aty për të humbur kohën e hetuesve dhe për t'i larguar ata nga provat e vërteta. Çfarë do të kishim mësuar nëse ato dokumente nuk do të ishin shkatëruar? Nëse ato kompjuter nuk do të ishin formatuar? Nëse ai hard disk do të ishte i hapur? Ndoshta do të kishim mësuar emrat e të gjithë atyre që përfituan nga VEFA. Ndoshta do të kishim mësuar se ku shkuan saktësisht parat, në cilat llogari, në cilat vende, në duart e cilit. Ndoshta do të kishim mësuar se VEFA nuk ishte thjesht një piramidë financiare, por një pjesë e një rrjeti më të madh ndërkombëtar të pastrimit të parave dhe korrupsionit. Por ne nuk do ta mësojmë kurrë. Sepse ato dokumente janë zhdukur. Dhe ata që i shkatëruan ato e bën punën e tyre mirë. Ata lanë pas vetëm pyetje që nuk do të kenë kurrë përgjigje. Sot, më shumë se 30 vjet pas rënies së VEFA-s, arkivat shtetërore të Shqipërisë ende mbajnë sekrete. Dosja projekti Alfa është ende e klasifikuar. Hard disku është ende i enkriptuar. Dhe emrat e atyre që përfituan nga VEFA janë ende të mbrojtur. Pse? Sepse ata që kanë pushtet sot janë të njëjtët, ose janë të lidhur me të njëjtët që kishin pushtet atëherë. Sepse sistemi që lejoi VEFA-n të ekzistonte nuk ka ndryshuar vërtet. Sepse korrupsioni, lidhjet e errëta mes politikës dhe krimit, kultura e pandëshkueshmërisë, të gjitha këto janë ende këtu. Dhe derisa ne të kërkojmë të vërtetën, derisa ne të kërkojmë që ato arkiva të hapen, që ato emra të zbulohen, që ata që përfituan të paguajnë, historia e VEFA-s do të përsëritet. Ndoshta jo me të njëjtin emër. Ndoshta jo me të njëjtin skem. Por me të njëjtin rezultat, njerëz të thjeshtë që humbasin gjithçka, ndërsa ata që janë të fuqishëm dhe të lidhur shpëtojnë pa u prekur.
A jeni gati të kërkoni të vërtetën? A jeni gati të pyesni se kush përfitoi nga vefa? A jeni gati të kërkoni drejtësi për ata 57.000 depozitues që humbën gjithçka? Apo do të vazhdoni të besoni gënjeshtrat, të pranoni heshtjen, të harroni të kaluarën? Zgjedhja është e juaja. Por kujtoni, historia nuk harron. Dhe ata që nuk mësojnë nga historia janë të dënuar ta përsërisin atë. Për herë të parë në 35 vjet, burri që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Vebi Ali Muçës pranon të flasë para kamerave. Ai kërkon të mbetet anonim, le ta quajmë Flamur. Flamur punoi për vefa nga viti 1995 deri në ditën kur gjithçka u shem. Ajo që na tregon për javët e fundit të piramidës do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private mes Vebi Ali Muçës dhe politikanëve të lartë, te planet e dëshpëruara për të ikur nga vendi, deri te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pesull. Në 10 janar të vitit 1997, diçka ndryshoi përfundimisht, thot Flamur, duke ndezur një cigare me duar që ende dridhen lehtë. Ali Muça mori një telefonat në orën 3 të mëngjesit. Unë isha në dhomën ngjitur dhe e dëgjova zërin e tij, jo fjalët, por tonin. Ishte një përzierje frike dhe inati. Kur mbyllën telefonin, ai më thirri. Fytyra e tij ishte e njom nga djersa, edhe pse ishte janar dhe ngroja ishte e ulët. Ai më tha, Flamur, ata më tradhtuan. Të gjithë. Ata që unë i bëra të pasur, ata që unë i mbrojta, ata që unë i financova, tani po më lën të vdes si një qen në rrugë. Unë pyeta se kush ishin ata. Ai vetëm tundi kokën dhe tha, nëse të them emrat, ti do të bëhesh një rrezik për veten tënde. Më mirë të mos dish. Flamur tregon se në ditët që pasuan, Ali Muça filloi të takojë me njerëz që ai nuk i kishte parë kurrë më parë. Vinin në orët e vona, hynin nga hyrja e pasme, nuk regjistroheshin askund. Një natë, pash një burr me kostum të zi dhe syze të errëta që mbante një valixhe alumini. Ai qëndroi në zyrë vetëm 15 minuta. Kur doli, valixha ishte e zbrazët. Pyeta shoferin e Ali Muçës se kush ishte ai burr. Ai më tha, nëse do të shohësh nesër diellin, mos pyet kurrë më për këta njerëz. Por unë e kuptova. Ata ishin njerëz që po merrnin pjesën e tyre para se gjithçka të shkatërrohej. Ata po shpëtonin pasurinë e tyre, ndërsa Ali Muça po mbetej vetëm me fajin. Por historia më tronditëse që Flamur tregon është për një takim që ndodhi në 15 janar. Erdhi një burr që Ali Muça e njihte mirë, një politikan i lartë që kishte marrë qindra mijëra dollar nga vefa për fushatat e tij zgjedhore. Ky burr hyri në zyrë me një buzëqeshje të gjerë, sikur asgjë nuk po ndodhte. Ai i tha Ali Muçës, Vebi, ti e di se unë gjithmonë të kam mbështetur. Por tani situata është e vështirë. Njerëzit po kërkojnë përgjegjës. Dhe unë nuk mund të lidhem emrin tim me ty, kështu që do të jetë më mirë nëse ti merr përgjegjësinë për gjithçka. Në këmbim, unë do të sigurohem që familja jote të jetë e mbrojtur. Fëmijët e tu nuk do të prekin. Shtëpia jote nuk do të konfiskohet. Por ti duhet të heshtësh. Duhet të pranosh fajin. Duhet të thuash se ishe vetëm ti, se askush tjetër nuk dinte asgjë. Flamur thot se Ali Muça e dëgjoi këtë propozim në heshtje. Pastaj, me një zë të ulët por të qartë, ai tha, dhe nëse refuzoj? Politikani buzëqeshi përsëri, por kësaj radhe buzëqeshja ishte e ftohtë. Atëherë do të jetë shumë më keq për ty sepse ne kemi dokumente që tregojnë se ti ke bërë gjëra që as gjykata nuk do t'i falë. Gjëra që do të dërgojnë në burg për jetën tërë. Ose ndoshta edhe më keq. Ali Muça e shikoi atë burr për një kohë të gjatë. Pastaj tha, dil nga zyra ime. Dhe mos u kthe kurrë më. Politikani u ngrit, rregulloi kravatën dhe doli pa thënë asnjë fjalë tjetër. Kur dera u mbyll, Ali Muça u ul në karrige dhe vuri kokën në duar. Unë e dëgjova duke pëshpëritur, ata mendojnë se mund të më shkatërrojnë. Por nëse bie, do t'i marr me vete. Të gjithë. Por a e bëri vërtet Ali Muça këtë? A zbuloi ai emrat e atyre që kishin përfituar nga vefa? Flamur thot se jo. Në ditët e fundit para arrestimit, Ali Muça u bë shumë i qetë. Ai nuk fliste më për hakmarrje. Ai nuk kërcënonte më. Ai thjesht priste. Një natë, ai më tha, Flamur, unë kam 2 zgjedhje.
Mund të flas dhe të vdes. Ose mund të hesht dhe të jetoj. Unë zgjodha të jetoj. Jo për veten time, por për fëmijët e mi. Sepse nëse unë flas, ata do të paguajnë çmimin. Kështu që kur u arrestua, ai nuk tha asgjë. Ai pranoi fajin. Ai u dënua. Dhe ata që e tradhtuan mbetën të lirë, të pasur, të paprekur. Kjo dëshmi zbulon një të vërtet të dhimbshme. Vebi Ali Muça nuk ishte thjesht një mashtrues që u kap dhe u dënua. Ai ishte një njeri që u përdor nga njerëz më të fuqishëm se ai dhe pastaj u sakrifikua kur nuk ishte më i dobishëm. Ai ishte një kukull që luajti rolin e tij dhe kur skena mbaroi, ai u hodh mënjan. Por kukullat nuk flasin. Dhe Ali Muça zgjodhi të mos flas. A ishte kjo një akt guximi, një përpjekje për të mbrojtur familjen e tij? Apo ishte një akt frikacakërie, një dorëzim para forcave që ai nuk mund t'i luftonte? Çdo njeri duhet të vendos vetë. Por një gjë është e sigurt, heshtja e Ali Muçës lejoi që ata që vërtet ishin përgjegjës për tragjedinë e Vefas të shpëtonin pa u prekur. Dhe kjo është një padrejtësi që vazhdon të dhembë edhe sot. A e dini se kush ishin ata njerëz që tradhtuan Ali Muçën? A e dini se ku janë ata sot? A jetojnë ata ende në Shqipëri duke gëzuar pasurinë që fituan nga vuajtja e mirë e njerëzve të pafajshëm? Apo kanë ikur jashtë vendit duke jetuar në vila luksoze në brigjet e Mesdheut, duke pirë shampanjë dhe duke qeshur për atë që lanë pas? Këto janë pyetje që meritojnë përgjigje. Por përgjigjet nuk do të vinë nëse ne nuk i kërkojmë. Nëse ne vazhdojmë të heshtim, nëse vazhdojmë të harrojmë, nëse vazhdojmë të pranojmë që drejtësia është vetëm për të dobëtit, atëherë historia e Vefas do të përsëritet. Dhe kur të përsëritet, ne nuk do të kemi të drejtë të ankohemi. Sepse ne zgjodhëm të mos bëjmë asgjë. Mendoni për njeriun e fundit në të cilin keni besim të plotë. Tani imagjinoni se ky person ju tradhton në ditën më të errët të jetës suaj. Kështu i ndodhi Vebi Ali Muçës. Një njeri nga rrethi i tij i brendshëm e shiti atë ushtrisë. Ish kadrët e sigurimit e njohin këtë histori. Ata kanë mbajtur heshtjen për 35 vjet. Sot, për herë të parë, do të thonë të vërtetën për tradhtinë më të madhe në historinë moderne të Shqipërisë. Emri i tradhtarit nuk është kurrë zbuluar zyrtarisht. Por njerëzit që punonin pranë Ali Muçës e dinë. Ata e dinë sepse e pan me sytë e tyre. Ata e dinë sepse dëgjuan bisedat. Ata e dinë sepse ishin aty kur gjithçka ndodhi. Një prej tyre, le ta quajmë Bujar, tregon historinë për herë të parë. Tradhtari ishte një burr që Ali Muça e konsideronte si vëlla, thot Bujar me një zë të mbushur me hidhërim. Ky burr kishte punuar për Vefa që nga fillimi. Ai ishte menaxher i lartë financiar. Ai e dinte gjithçka, ku ishin paratë, kush ishin partnerët, cilat ishin llogaritë sekrete. Ali Muça i besonte atij më shumë se çdo personi tjetër. Kur të tjerët dyshonin, ai mbetej besnik. Kur të tjerët largoheshin, ai qëndronte. Ose të paktën kështu dukej. Bujar tregon se në dhjetor të vitit 1996, ky burr filloi të takojë në fshehtësi me përfaqësues të qeverisë. Ai shkonte në takime që Ali Muça nuk i dinte. Ai jepte informacione për operacionet e Vefas, ai tregonte për llogaritë offshore, për transfertat e parave, për lidhjet me politikanët. Dhe në këmbim, ai merrte premtime, imunitet nga ndjekja penale, mbrojtje për familjen e tij, ndoshta edhe para. Unë e zbulova këtë sepse një natë e pash duke dalë nga një hotel ku po mbahej një takim sekret. Ai ishte me një zyrtar të lartë të policisë. Ata po flisnin në një cep të errët të parkingut. Unë nuk mund të dëgjoja fjalët, por gjua e trupit tregonte gjithçka. Ai po jepte informacione, po bashkëpunonte, po tradhtonte. Bujar thot se ai u përpoq t'i tregonte Ali Muçës për atë që kishte parë. Por Ali Muça nuk e besoi. Ai tha se unë isha paranojak, se po shija tradhtar kudo. Ai tha se ai burr ishte besnik, se ai kur nuk do ta tradhtonte. Unë u përpoqa të insistoja, por Ali Muça u zemërua. Ai më tha, nëse nuk ke prova, mos më sill dyshime. Unë kam nevojë për njerëz që më mbështesin, jo për njerëz që krijojnë ndarje. Kështu që unë heshta. Por e dija se diçka e keqe po vinte. Dhe kisha të drejtë. Në 20 janar të vitit 1997, tradhtari bëri lëvizjen e tij finale. Ai thiri një mbledhje urgjente me menaxherët e lartë, tregon Bujar.
Ai tha se kishte marrë informacione se policia po planifikonte të arrestonte Ali Muçën brenda 24 orëve. Ai tha se kishte një plan për ta shpëtuar, një rrugë evakuimi, një aeroplan privat që priste në Rinas, një vend i sigurt jashtë vendit. Por për ta realizuar këtë plan, Ali Muça duhej të shkonte në një vend të caktuar, një vilë në periferi të Tiranës, ku do të takohej me njerëz që do ta ndihmonin të ikte. Ali Muça e besoi. Ai mori disa dokumente të rëndësishme, një valixhe me para dhe u nis drejt asaj vile. Por kur arriti aty, nuk kishte asnjë aeroplan. Nuk kishte asnjë ndihmë. Kishte vetëm polici që po e prisnin. Tradhtari e kishte çuar atë direkt në kurth. Kur Ali Muça kuptoi se ishte tradhtuar, ai u përpoq të ikte. Por ishte shumë vonë. Policia e rrethoi. Ai u arrestua pa rezistencë. Dhe kur e pyetën se kush e kishte informuar për vendodhjen e tij, policia buzëqeshi dhe tha, një mik i juaj i mirë. Një njeri që ju e besonit më shumë se veten. Ali Muça nuk tha asgjë. Ai vetëm uli kokën. Sepse e kuptoi se kishte humbur jo vetëm lirinë, por edhe besimin e fundit që kishte në njerëzit. Çfarë i ndodhi tradhtarit? Bujar thot se ai mori atë që ishte premtuar. Ai nuk u arrestua kurrë. Ai nuk u hetua kurrë. Ai vazhdoi të jetojë një jetë normale, madje një jetë më të mirë se normale. Ai hapi një biznes të ri. Ai bleu një shtëpi të madhe. Ai udhëtoi jashtë vendit. Ai jetoi si një njeri i lirë, i pasur, i suksesshëm. Ndërsa Ali Muça ishte në burg, ai ishte në plazh. Ndërsa mira depozitues po vuanin, ai po gëzonte. Dhe askush nuk e pyeti kurrë se si arriti të shpëtonte. Askush nuk e pyeti kurrë se çfarë roli luajti në rënien e Vefas, sepse ata që e dinin të vërtetën zgjodhen të heshtën. Dhe ai që tradhtoi u shpërblye për tradhtinë e tij. Kjo histori është një nga më të dhimbshmet në gjithë sagën e Vefas, sepse ajo na tregon se në fund besnikëria nuk vlen asgjë kur sistemi është i korruptuar. Kur ata që duhet të zbatojnë drejtësinë janë vetë të korruptuar, kur ata që duhet të mbrojnë të pafajshmit janë vetë fajtor, atëherë tradhtia bëhet një mjet mbijetese. Dhe ata që tradhtojnë nuk dënohen, ata shpërblehen. Kjo është realiteti i Shqipërisë së viteve 90. Dhe fatkeqësisht, kjo është ende realiteti i Shqipërisë së sotme. A e dini se kush ishte tradhtari? A jeton ai ende në Shqipëri? A e takoni atë në rrugë, në restorante, në ngjarje publike? A buzëqesh ai në fytyrën tuaj, duke ditur se ai tradhtoi një njeri dhe shpëtoi veten? Këto janë pyetje që meritojnë përgjigje. Por përgjigjet janë të fshehura, të mbrojtura nga ata që kanë interes që e vërteta të mos zbulohet. Sepse nëse e vërteta zbulohet, nëse emri i tradhtarit bëhet publik, atëherë njerëzit do të fillojnë të bëjnë pyetje të tjera. Pyetje për ata që e mbrojten atë. Pyetje për ata që e shpërblyen atë. Pyetje për sistemin që lejoi që një tradhtim i tillë të ndodhte dhe të mbetej i pandëshkuar. Dhe këto janë pyetje që ata që janë në pushtet nuk duan që t'i dëgjojnë. Por ne duhet t'i bëjmë këto pyetje. Ne duhet të kërkojmë të vërtetën. Ne duhet të kërkojmë drejtësi, jo vetëm për Vebi Ali Muçën, por për të gjithë ata që u tradhtuan, që u mashtruan, që humbën gjithçka. Sepse nëse ne nuk kërkojmë drejtësi, nëse ne pranojmë që tradhtia të shpërblehet dhe besnikëria të dënohet, atëherë ne po themi se jemi dakord me një sistem ku e drejta e më të fortit është e vetmja ligj. Dhe në një sistem të tillë, askush nuk është i sigurt. Askush nuk mund të besoj askën. Dhe shoqëria shkatërohet nga brenda. Në sejfin personal të Vebi Ali Muçës u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmëve që duhej të eliminoheshin pas festave të fundvitit. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralet pan listën, kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një akt heroizmi apo thjesht një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Kjo listë u zbulua nga policia në 28 janar të vitit 1997, 6 ditë pas arrestimit të Ali Muçës. Ajo ishte e fshehur në një dosje të vogël lëkure, të vendosur në fund të një kasaforte që vetë Ali Muça e kishte hapur me kodin e tij personal. Lista ishte e shkruar me shkrim dore, shkrim i shpejt, i pakujdesshëm, sikur ishte shkruar në një moment nervozizmi ose inati. Në krye të listës kishte një datë, 5 janar i vitit 1997.
Dhe poshtë datës, 15 emra. Disa ishin menaxher të lartë të Vefas, të tjerë ishin trupa. Të tjerë ishin bashkëpunëtor të afërt. Dhe pranë çdo emri kishte një shënim të shkurtër, e di shumë, po flet me armiq, rrezik për sigurinë, duhet hequr. Kur kjo listë u bë e njohur, jo publikisht, por brenda rrethave të ngushtë të hetimit, ajo shkaktoi një val tronditjeje. Sepse ajo tregonte se Ali Muça nuk ishte thjesht një biznesmen i dëshpëruar që po përpiqej të shpëtonte kompaninë e tij. Ai ishte një burr që po planifikonte të eliminonte ata që ai konsideronte si kërcënime. Çfarë do të thoshte duhet hequr? A do të thoshte vrasje fizike? Apo thjesht largim nga puna, izolim, neutralizim në mënyra të tjera? Askush nuk e di me siguri. Por fakti që Ali Muça kishte shkruar një listë të tillë tregon se ai kishte humbur çdo ndjenjë sigurie, çdo besim në njerëzit përreth tij. Ai kishte hyrë në një gjendje paranoje totale, një gjendje ku ai shihte armiq kudo dhe besonte se e vetmja mënyrë për të mbijetuar ishte të sulmonte i pari. Një ish oficer i policisë që punoi në hetimin e Vefas, le ta quajmë Arben, tregon se kur ata gjetën atë listë, ata e kuptuan se situata kishte qenë edhe më e rrezikshme se sa mendonin. Ne dinim se Ali Muça ishte i dëshpëruar, thot Arbeni. Por nuk e dinim se ai kishte shkuar aq larg sa të planifikonte eliminimin e njerëzve të tij. Kur e lexuam atë listë, u ngritën shumë pyetje. A kishte ai vërtet ndërmend ta realizonte këtë plan? A kishte ai kontakte me njerëz që mund ta bënin këtë, kriminal, vrasës me pagesë, agent të korruptuar? Apo ishte kjo thjesht një fantazi e një burri të thyer, një mënyrë për të shfryrë frustrimin e tij duke shkruar emra në letër? Arbeni thot se ata u përpoqën të hetojnë më tej. Ne intervistatuam disa nga njerëzit që ishin në atë listë. Shumica prej tyre thanë se nuk e dinin asgjë për këtë. Por disa pranuan se kishin vënë re ndryshime në sjelljen e Ali Muçës ndaj tyre. Ai kishte filluar t'i trajtonte me ftosësi. Ai kishte filluar t'i largonte nga takimet e rëndësishme. Ai kishte filluar të fliste për ta në mënyrë negative me të tjerët. Një prej tyre, një menaxher i lartë, na tha se në fillim të janarit, Ali Muça e kishte thirrur në zyrë dhe i kishte thënë: "Unë e di se ti po flet me njerëzit e gabuar. Unë e di se ti po planifikon diçka. Por unë do të ndaloj para se të jetë shumë vonë." Menaxheri tha se ai u friksua shumë. Ai mendoi se Ali Muça po e kërcënonte. Kështu që ai vendosi të bashkëpunonte me policinë, jo sepse donte të tradhtonte Ali Muçën, por sepse donte të shpëtonte jetën e tij. Kjo zbulim ndryshon gjithçka që dim për tradhtimin e Ali Muçës. Sepse ajo tregon se ata që e tradhtuan nuk e bën thjesht për interes personal ose për të shpëtuar veten nga dënimi ligjor. Ata e bën sepse besonin, me të drejtë ose pa të drejtë, se jeta e tyre ishte në rrezik. Ata besonin se nëse nuk vepronin të parët, Ali Muça do t'i eliminonte ata. Dhe kështu, ajo që dukej si një tradhtim i ftohtë dhe kalkulues, në të vërtetë ishte një akt mbrojtjeje, një përpjekje për të mbijetuar në një situatë ku rregullat normale nuk aplikoheshin më, ku besimi ishte shkatëruar, ku frika sundonte. Por a ishte kjo e vërtetë? A kishte vërtet Ali Muça ndërmend të realizonte atë listë? Apo ishte ajo thjesht një shprehje e frustrimit të tij, një mënyrë për të shkarkuar zemërimin e tij në letër? Ne nuk do ta dim kurrë. Sepse Ali Muça nuk foli kurrë për atë listë. Kur u pyet në gjykat, ai mohoi se kishte shkruar ndonjë listë të tillë. Ai tha se policia e kishte trilluar atë për ta bërë të dukej më fajtor. Por shkrimit ishte i tij, ekspertët e krahasuan me dokumente të tjera që ai kishte shkruar dhe konfirmuan se ishte i njëjtë. Kështu që lista ishte reale. Por qëllimi i saj mbetet një mister. Sot, më shumë se 35 vjet më vonë, disa nga njerëzit që ishin në atë listë janë ende gjallë. Ata jetojnë jetë të qeta, të thjeshta. Ata nuk flasin për Vefa. Ata nuk flasin për Ali Muçën. Ata nuk flasin për atë listë. Sepse për ta, ajo kohë është një kujtim i dhimbshëm, një kohë kur ata ishin në rrezik, kur ata nuk e dinin nëse do të jetonin apo do të vdisnin, kur ata morën vendime që ndoshta nuk do t'i merrnin nëse do të kishin më shumë kohë për të menduar. Por ata nuk kishin kohë. Ata duhej të vepronin shpejt. Dhe ata vepruan. Dhe për shkak të veprimeve të tyre, Ali Muça ra. Dhe për shkak të rënies së tij, Vefa u shkatërrua. Dhe për shkak të shkatërimit të Vefas, Shqipëria u zhyt në kaos.
A ishin ata heronj që shpëtuan vendin nga një diktator financiar? Apo ishin ata tradhtarë që shkatëruan një njeri për të shpëtuar veten? Kjo është një pyetje që çdo shqiptar duhet ta bëjë vetes. Sepse përgjigja varet nga perspektiva juaj, nga ajo që ju besoni për besnikërinë, për mbijetesën, për drejtësinë. Nuk ka një përgjigje të vetme të saktë. Ka vetëm zgjedhje që njerëzit bën në momente krize, zgjedhje që kanë pasoja që zgjasin për dekada. Dhe ne duhet të jetojmë me ato pasoja. Të gjithë ne. Shkurti i vitit 1997. Shqipëria shpërthen. Jo vetëm Vefa, por të gjitha piramidet financiare, Gjallica, Xhaferi, Silva, populli, bien njëra pas tjetrës si një rresht domino. Qindra mijëra njerëz humbasin gjithçka. Ata dalin në rrugë. Djegin ndërtesa qeveritare. Plaçkisin depot ushtarake. Vendi zhytet në një luftë civile që merr mbi 2000 jetë. Qytetet të tëra bien në duart e bandave të armatosura. Policia humbet kontrollin. Ushtria refuzon të shtyjë mbi popullin. Qeveria bie. Dhe për muaj të tërë, Shqipëria është një vend pa ligj, pa rend, pa shpresë. Vebi Ali Muça shikon gjithë këtë nga qelia e tij. Ai dëgjon lajmet në radio. Ai lexon gazetat që ja sjellin rojet. Ai sheh fotografitë e rrugëve të djegura, të njerëzve të dëshpëruar, të familjeve që kanë humbur gjithçka. Dhe çfarë ndjeu ai? A ndjeu ai pendim? A ndjeu ai faj? Apo ndjeu ai vetëm hidhërim se ai ishte kapur, ndërsa ata që vërtet ishin përgjegjës mbetën të lirë? Ne nuk e dim. Sepse Ali Muça nuk foli kurrë për ndjenjat e tij. Ai mbajti heshtjen. Dhe heshtja e tij është ndoshta dëshmia më e fortë e fajit të tij. Por çfarë ndodhi me të tjerët? Me ata që përfituan nga Vefa? Me politikanët që morën miliona dollar për fushatat e tyre zgjedhore? Me kriminalët që përdoren Vefan për të larë para të pista? Me tradhtarët që shitën Ali Muçën dhe u shpërblyen për tradhtinë e tyre? Shumica prej tyre vazhduan jetën e tyre si asgjë nuk kishte ndodhur. Disa u bën edhe më të pasur, edhe më të fuqishëm. Ata hapën biznese të reja. Ata blen pasuri të reja. Ata udhëtuan në vende të huaja. Ata jetuan jetë luksoze, ndërsa mijëra shqiptar jetonin në varfëri dhe dëshpërim. Dhe askush nuk i pyeti kurrë. Askush nuk i hetoi kurrë. Askush nuk i dënoi kurrë. Sepse sistemi që lejoi Vefan të ekzistonte ishte ende në vend. Dhe ata që kontrollonin atë sistem nuk kishin interes që të ndryshonin. Dhe çfarë ndodhi me depozituesit? Me ata 57.000 njerëz që investuan kursimet e tyre në Vefa? Disa prej tyre morën një pjesë të vogël të parave të tyre mbrapsht, 10%, 20%, në rastin më të mirë 30%. Por shumica nuk morën asgjë. Ata humbën gjithçka. Shtëpitë që kishin shitur. Kursimet që kishin grumbulluar për vite. Shpresat që kishin për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Gjithçka u zhduk në ajër. Dhe ata mbetën me asgjë, vetëm me hidhërim, me zemërim, me një ndjenjë të thellë tradhtie. Shumë prej tyre nuk e rikuperuan kurrë. Ata jetojnë sot në varfëri. Ata mbështeten te fëmijët e tyre që punojnë jashtë vendit. Ata kujtojnë atë kohë me dhimbje, kohën kur ata besuan në një ëndër dhe paguan çmimin më të lartë për atë besim. Por historia e Vefas nuk mbaroi në shkurt të vitit 1997. Ajo vazhdoi për vite. Gjykatat u mbushën me raste. Avokatët fituan miliona duke përfaqësuar depozitues që kërkonin drejtësi. Por drejtësia erdhi ngadalë, aq ngadalë sa shumë depozitues vdiqën para se të merrnin ndonjë kompensim. Vebi Ali Muça u dënua me 20 vjet burg. Ai u lirua pas disa vitesh për sjellje të mirë. Sot ai jeton diku në Shqipëri, një burr i vjetër, i harruar nga shumica, por jo nga ata që humbën gjithçka për shkak të tij. Ai nuk ka dhënë kurrë një intervistë të plotë. Ai nuk ka treguar kurrë se ku shkuan paratë. Ai nuk ka kërkuar kurrë falje. Ai thjesht jeton në heshtje, në izolim, në një botë që ka lëvizur përpara dhe e ka harruar atë. Por ne nuk duhet ta harrojmë. Ne nuk duhet të harrojmë se çfarë ndodhi në vitet 90. Ne nuk duhet të harrojmë se si një vend i tërë u mashtrua, u tradhtua, u shkatërua.
Ne nuk duhet të harrojmë se si njerëzit e thjesht paguan çmimin për lakminë e të pasurve, për korrupsionin e politikanëve, për papërgjegjshmërinë e sistemit. Sepse nëse harrojmë, nëse lëmë që kjo histori të zhduket në errësirën e së kaluarës, atëherë ne po hapim derën për të njëjtën tragjedi të përsëritet. Ndoshta jo me të njëjtin emër. Ndoshta jo me të njëjtën skem. Por me të njëjtin rezultat, njerëz të pafajshëm që humbasin gjithçka, ndërsa ata që janë fajtor shpëtojnë pa u prekur. A ka ende sekrete të buara për VEFA-n? Po. A ka ende njerëz që e dinë të vërtetën por zgjedhin të heshtën? Po. A ka ende para të fshehura në llogari offshore që nuk janë gjetur kurrë? Po. A ka ende dokumente të klasifikuara në arkivat shtetërore që mund të ndryshonin gjithçka që dim? Po. Por a do të zbulohen ndonjëherë këto sekrete? A do të flasë ndonjëherë dikush? A do të gjendet ndonjëherë drejtësia për viktimat e VEFA-s? Kjo varet nga ne. Varet nga nëse ne vazhdojmë të kërkojmë të vërtetën. Varet nga nëse ne vazhdojmë të bëjmë pyetje. Varet nga nëse ne refuzojmë të pranojmë heshtjen dhe harresën si përgjigje. Historia e VEFA-s është një histori e dhimbshme. Por është gjithashtu një histori e rëndësishme. Sepse ajo na mëson se çfarë ndodh kur një shoqëri humbet besimin në institucionet e saj, besimin në liderët e saj, besimin në njëri tjetrin. Kur besimi shkatërrohet, gjithçka tjetër bie. Dhe ndërtimi i atij besimi përsëri merr dekada. Shqipëria ende po përpiqet të ndërtojë atë besim. Ende po përpiqet të shërojë plagët e viteve 90. Ende po përpiqet të gjejë një rrugë përpara që nuk përsërit gabimet e së kaluarës. Por kjo është një luftë e vështirë. Sepse ata që përfituan nga e kaluara nuk duan që ajo të zbulohet. Ata duan që ajo të harrohet. Dhe ata kanë pushtet, para, ndikim për ta bërë këtë të ndodhë. Por ne nuk duhet t'i lejojmë ata të fitojnë. Ne duhet të mbajmë gjallë kujtesën. Ne duhet të tregojmë këtë histori për brezat e rinj, për ata që nuk e jetuan atë kohë, por që duhet ta dinë se çfarë ndodhi. Ne duhet të mësojmë atyre se si të njohin shenjat e rrezikut, premtimet e pamundura, skemën që duken shumë të mira për të qenë të vërteta, liderët që kërkojnë besim të verbër. Ne duhet të mësojmë atyre se si të bëjnë pyetje, se si të kërkojnë prova, se si të mos besojnë gjithçka që u thuhet. Sepse vetëm nëpërmjet edukimit, nëpërmjet kujtesës, nëpërmjet vigjilencës, ne mund të parandalojmë që historia të përsëritet. Dhe kështu, ne mbërrim në fund të kësaj historie. Por fundi nuk është një përfundim. Është një fillim, fillimi i një bisede që duhet të vazhdojë. Një bisede për drejtësinë, për përgjegjësinë, për të vërtetën. Një bisede që duhet të përfshijë të gjithë, jo vetëm ata që humbën, por edhe ata që fituan. Jo vetëm ata që vuajtën, por edhe ata që shkaktuan vuajtjen. Sepse vetëm nëpërmjet një bisede të hapur, të ndershme, të vështirë, ne mund të shërojmë plagët e së kaluarës dhe të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Vebi Ali Muça dhe skema VEFA janë një kapitull i errët në historinë e Shqipërisë. Por ato nuk janë kapitulli i fundit. Ne shkruajmë kapitujt e rinj çdo ditë, me zgjedhjet që bëjmë, me veprimet që ndërmarrim, me zërat që ngrem. Dhe nëse zgjedhim të kërkojmë të vërtetën, të kërkojmë drejtësinë, të kërkojmë përgjegjësinë, atëherë ndoshta, vetëm ndoshta, ne mund të sigurojmë që një tragjedi e tillë të mos ndodhë kurrë më. Të nderuar telespektator, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Vebi Ali Muça ende kujtohet. Dhe